Jeta e një gruaje të re përmbyset kur bashkëshorti i saj bie në koma pas një aksidenti në punë. Teksa mjekët i kanë humbur të gjitha shpresat, vajza e tyre 8 vjeçare nuk pranon të dorëzohet dhe shndërrohet në urën e vetme lidhëse mes të atit dhe botës reale. Ajo që si një gjest i thjesht dashurie fëmijërore, përfundon duke sfiduar shkencën mjekësore dhe duke ringjallur besimin e një familjeje të tërë. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e bukur që do të dëgjoni në jetën tuaj. Dielli ende nuk kishte lindur plotësisht kur telefoni i Mirelës ra. Ishte një e martë e zakonshme marsi, nga ato ditë kur Tirana gdhin me një mjegullim të lehtë mbi malin e Dajtit dhe trafiku tashmë fillon të rëndohet në unazat kryesore. Mirela po përgatiste mëngjesin, ndërsa Jona po mbaronte së lidhuri atletet për të shkuar në shkollë. Rutina ishte gjithmonë e njëjtë. Arbeni dilte para orës 6 të mëngjesit për në kantierin e ndërtimit në zonën e kombinatit, ajo çonte vajzën në shkollë dhe vazhdonte për në punë në supermarketin e lagjes. Një jetë e thjeshtë, e ndërtuar me shumë mund, plot me plane dhe ëndra të ruajtura në një blok të kaltër që mbahej në sirtarin e kuzhinës. Kur celulari vibroi mbi tavolinë, Mirelës ju duke çuditshme. Arbeni nuk telefononte kur kaq herët. Ndoshta kishte harruar diçka. Kutinë e drekës, me siguri. Ajo u përgjigj duke buzëqeshur, e përgatitur për të bërë një shaka për shpërqendrimin e tij. Nga ana tjetër e linjës, një zë i tensionuar dhe i panjohur preu çdo mundësi lehtësie. Ishte Genti, kolegu i punës i Arbenit. Fjalët dolën të rrëmujshme, të paqarta, të ngarkuara me urgjencë. Aksident. Goditje elektrike. Spital. Ambulancë. Mirela nuk arriti t'i përpunonte të gjitha me njëherë. Ndjeu këmbët t'i dridheshin, kuzhina të rrotulloi rreth saj. Jona, që po luante me kutinë e lapsave mbi tavolinë, ndaloi dhe e shikoi të ëmën me atë intuit që vetëm fëmijët e kanë kur diçka shumë e gabuar po ndodh. Mirela la gjithçka. Telefonoi të ëmën, nëna Lirin i kërkoi të merrte Jonën nga shkolla më vonë dhe doli me vrap. Spitali universitar Nën Tereza ishte larg, por ajo as që e mendoi këtë. Mori autobusin e parë që kaloi, me mendimet që i përplaseshin në kokë, zemrën që i rrite aq fort sa dukej se do t'i dilte nga goja. Arbeni. Arbeni i saj. Burri që flinte i përqafuar me të çdo natë, që luante kaluç me Jonën në fundjavë, që ëndërronte të kishte një shtëpi private me obor. Çfarë kishte ndodhur? Kur arriti në urgjencë, gjeti Gentin te dera, i zbet, me duart ende të pista nga pluhuri i kantierit. Ai u përpoq të shpjegonte. Po instalonin kabllot elektrike në katin e 10 të një pallati në ndërtim. Arbeni, gjithmonë i kujdesshëm, gjithmonë i vëmendshëm ndaj rregullave të sigurisë, ishte ngjitur për të verifikuar kutinë e shpërndarjes. Askush nuk e di saktësisht se si ndodhi. Ndoshta një tel i zhveshur, ndoshta një defekt në siguresë. Fakti është se pati një qark të shkurtër. Arbeni pësoi një shkarkesë elektrike aq të fortë sa u hodh prapa. Ra. Kolegët vrapuan. Kur u afruan, ai nuk merrte frym. Zemra i kishte ndaluar. I bën masazh kardiak aty për aty, në dyshemen e kantierit, me duar që u dridheshin dhe dëshpërimin që i pushtonte. Dikush telefonoi ambulancën. Ambulanca u vonua gati 15 minuta për të mbërritur. 15 minuta të përjetshme. Kur mjekët e urgjencës më në fund arritën ta rianimonin Arbenin, kishin kaluar gati 2 minuta pa rrahje zemre. 2 minuta që mund të duken pak, por që në trurin e njeriut mund të nënkuptojnë një përjetësi dëmesh të pakthyeshme. Mirela i dëgjoi të gjitha këto në heshtje, e mbështetur në murin e korridorit, lotët që i rridhnin pa kontroll. Genti u përpoq ta ngushëllonte, por nuk kishte fjalë. Ajo vetëm arrinte të përsëriste në mendje, ai është gjallë, ai është gjallë, ai është gjallë. Ishte i vetmi mendim që e pengonte të shembej plotësisht. U deshën orë të tëra derisa një mjek më në fund doli për të folur me të. Ishte një burr i ri, me bluzë të bardhë të paqortueshme, me radhë të zinj poshtë syve që tregonin një turn të gjallë. Ai u prezantua. Sidra Fatmir, mjek reanimator. Mirela u ngrit me një hop, këmbët mezi e mbanin peshën e saj. Mjeku ishte i drejt për drejt. Arbeni ishte gjallë, por në gjendje shumë të rëndë. Shkarkesa elektrike kishte shkaktuar një arrest kardiak të zgjatur.
Edhe me rianimimin, truri kishte mbetur pa oksigjen për një kohë të mjaftueshme për të shkaktuar dëme të rënda neuronale. Ai ishte në kom të thellë, i intubuar, i varur nga aparaturat për të marrë frymë. Ditët në vijim do të ishin vendimtare, por mjeku nuk mund të premtonte asgjë. Në fakt, toni i tij e bënte të qartë, shanset ishin minimale. Mirela donte të bërtiste, donte ta shkunte atë mjek dhe t'i kërkonte të bënte diçka, çfarëdo qoftë. Por ajo vetëm tundi kokën, i pranoi fjalët sikur të ishin grushte në stomak. Kërkoi ta shihte. Mjeku hezitoi, por në fund pranoi. 5 minuta. Vetëm 5 minuta. Kur hyri në terapi intensive, Mirela gati nuk e njohu burrin në atë shtrat. Arbeni, gjithmonë aq plot jetë, gjithmonë duke buzëqeshur, ishte i palvizshëm, i lidhur me një sasi të frikshme tubash dhe fishash. Fytyra e enjtur, lëkura e zbeth, sytë e mbyllur. I vetmi tingull ishte bipi i vazhdueshëm i monitorit kardiak dhe fishkëllima ritmike e ventilatorit mekanik. Mirela i mbajti dorën, ndjeu ngrohtësinë që ende rrezatonte nga ai trup që e njihte aq mirë. U përkul dhe i përshpëriti në vesh, unë jam këtu, dashuri. Ti do të bëhesh mirë. Ne kemi nevojë për ty, Jona ka nevojë për ty. Por Arbeni nuk lëvizi. Asnjë dridhje, asnjë shenjë. Vetëm trupi aty, i pranishëm dhe mungesor në të njëjtën kohë. Ditët në vijim ishin një mjegull dhimbjeje, frike dhe raskapitjeje. Mirela praktikisht jetonte në spital. Nëna Liria mori përsipër kujdesin për Jonën, e merrte vajzën nga shkolla, përgatiste vaktet, përpiqej të mbante një farë normaliteti. Por Jona e dinte se diçka ishte shumë gabim. Ajo pyeste për të atin gjatë gjithë kohës. Mirela, në fillim, u përpoq ta mbronte, i tha se babai ishte në spital, se së shpejti do të kthehej në shtëpi. Por fëmijët ndjejnë. Jona shite dëshpërimin në sytë e SM-s, dëgjonte bisedat e përshpëritura mes gjyshes dhe tezeve. Dhe filloi të bëhej e heshtur, e mbyllur në vetvete, me atë shikim që nuk ishte më një fëmijë. Në javën e dytë, ekipi mjekësor bëri një mbledhje me Mirelën. Dyrë Fatmiri ishte aty së bashku me neurologën përgjegjëse, Dyrë Besa, një grua në moshë të mesme me një shikim sa të prerë, aq edhe të dhembshur. Ajo tregoi ekzaminimet, imazhet e trurit të Arbenit. Shpjegoi me një qetësi dhe qartësi të dhimbshme se dëmet ishin të mëdha. Zonat përgjegjëse për ndërgjegjen ishin prekur rënd. Arbeni ishte në gjendje vegetative. Nuk kishte aktivitet të rëndësishëm cerebral. Nuk kishte përgjigje ndaj stimujve. Nuk kishte, sipas vlerësimit të tyre, mundësi reale për rikuperim. Mirela i dëgjoi të gjitha këto dhe ndjeu se bota po i shembej për herë të dytë. Dyrë Besa preku temën që Mirela i druej, mundësinë e heqjes së aparaturave. Nuk ishte një vendim që duhej marrë menjëherë, por ishte diçka që duhej konsideruar. Mirela doli nga ajo dhomë duke u lëkundur, dyshemeja dukej se po hapej nën këmbët e saj. Ajo nuk ja tregoi këtë Jonës. Si mundej? Si t'i thojë një vajzë 8 vjeçare se babai i saj nuk do të zgjohej më? Por Jona, me atë perceptim të mprehtë të fëmijëve, filloi të bënte pyetje më të vështira. Mami, kur kthehet babi në shtëpi? Mirela shmangej, thoshte se ai duhej të qëndronte edhe pak në spital. Derisa një ditë, Jona kërkoi ta vizitonte. Mirela u përpoq të refuzonte. Një fëmijë nuk duhej ta shihte të atin në atë gjendje. Por Jona këmbënguli. U lut. Dhe Mirela, tepër e raskapitur për të luftuar, në fund u dorëzua. Ishte nëna Liria ajo që e çoi vajzën në spital për herë të parë. Mirela ishte në punë, duke u përpjekur të mbante të ardhurat minimale për të paguar faturat që nuk pushonin së ardhuri. Kur arriti në terapi intensive atë pasdite, gjeti Jonën të ulur pranë shtratit të atit, duke i mbajtur dorën me duart e saj të vogla, duke folur me zë të ulët. Mirela ndaloi te dera, duke vëzhguar. Jona i tregonte të atit për mësimin e matematikës, për sherrin që kishte pasur me shoqen e klasës, për qenin që kishte parë në rrugë. Flisni natyrshëm, sikur Arbeni të ishte thjesht në gjumë dhe do të zgjohej në çdo moment për t'u përgjigjur. Dhe atëherë ndodhi diçka që bëri zemrën e Mirelës të hidhej. Jona buzëqeshi dhe tha, e entuziazmuar, ai ma shtrëngoi dorën, mami. Babi ma shtrëngoi dorën. Mirela u afrua, me zemrën që i rritë shpejt. Por kur shikoi Arbenin, ai vazhdonte i palvizshëm. Monitorët nuk tregonin asnjë ndryshim.
Infermierja që ishte në terapi intensive, një grua me përvojë e quajtur Teuta, u afrua dhe shpjegoi me delikatesë se ai ishte një refleks. Spazma muskulore të pavullnetshme. Ndodhnin me pacientët në komë. Nuk nënkuptonin ndërgjegje. Jona e shikoi infermieren me një shprehje të vendosur që Mirela nuk ja kishte parë kurrë. Nuk ishte refleks. Ai e shtrëngoi sepse unë ja kërkova. Ai më dëgjoi. Teuta buzëqeshi me durim, por nuk e kundërshtoi vajzën. Mirela, nga ana e saj, ndjeu një përzierje shprese dhe dëshpërimi. Ajo donte të besonte. Donte aq shumë të besonte. Në ditët në vijim, Jona filloi të shkonte në spital çdo ditë pas shkollës. Nëna Liria e merrte, e çonte atje dhe vajza kalonte orë të tëra pranë të atit. Bisedonte, këndonte këngët që ai pëlqente, i tregonte vizatimet që bënte. Mjekët dhe infermierët filluan të mësoheshin me praninë e saj. Disa i quanin të bukur, të tjerë të trisht. Por të gjithë ishin dakord se kjo ishte e kohë. Arbeni nuk do të zgjohej. Mirela, ndërkohë, fundosej gjithnjë e më shumë. Faturat vonoheshin. Paratë që kishin kursyer për të blerë shtëpinë private po mbaronin. Shpenzimet për ilaçe, analiza private, e gjithë kjo konsumonte çdo qindar. Ajo përpiqej të punonte, por lodhja ishte aq e madhe sa filloi të bënte gabime. U paralajmërua nga menaxheri i supermarketit. Gati humbi punën. Natën, kur kthehej në shtëpinë e së-ëmës, ku po jetonin përkohësisht, Mirela shembej. Çante fshehur azi në banjo që Jona të mos e dëgjonte. Shikonte bllokun e kaltër ku ishin shënuar të gjitha ëndrat që kishin ndërtuar së bashku. Shtëpia me obor. Udhëtimi në plazh. Festa e 15 vjetorit të Jonës. Gjithçka dukej aq e largët tani, aq e pamundur. Një natë, Mirela ishte në korridorin e spitalit kur dëgjoi dy mjekë duke biseduar. Ata flisnin për Arbenin. Njëri prej tyre thoshte se ishte për të ardhur keq ta mbanin pacientin në atë gjendje. Se aparaturat mund të hiqeshin, se familja po vuante pa nevojë. Tjetri ra dakord. Diskutuan protokollet, procedurat, afatet. Mirela u mbështet në mur, këmbët i dridheshin. Ata po flisnin për heqjen e aparaturave. Për ta lënë Arbenin të ikte. Ajo e dinte se kjo do të vinte, por ta dëgjonte të diskutohej kaq ftohtë, sikur të ishte vetëm një rast klinik, ishte tepër. Ajo rëshiti përgjatë murit derisa u ul në dyshemen e ftohtë të korridorit, duke përqafuar gjunjët, duke u përpjekur të mbytte dënesat. Kështu e gjeti infermierja Teuta. Teuta, që punonte në atë terapi intensive prej më shumë se 15 vjetësh, kishte parë gjithçka. Familje të shkatëruara, mrekulli të pamundura, lamtumira therse. Ajo e ndihmoi Mirelën të ngrihej, e çoi në kuzhinën e personelit, i bëri një çaj dhe u ul pranë saj. Teuta nuk ofroi fjalë boshe ngushëllimi. Nuk tha se gjithçka do të shkonte mirë, sepse e dinte se ndoshta nuk do të ndodhte. Por tha diçka që Mirela nuk do ta harronte kurrë: kam parë shumë gjëra në këtë spital. Kam parë pacientë që mjekët thoshin se nuk kishin shanse dhe që u kthyen. Kam parë të tjerë që kishin gjithçka për të mbijetuar dhe që nuk ja dolën. Mjekësia është shkencë, por është edhe mister. Vajza jote beson se babai i saj do të kthehet. Dhe unë kam parë se besimi, ndonjëherë, arrin gjëra që mjekësia nuk i shpjegon dot. Mirela e shikoi Teutën me sytë e kuq. Por mjekët thanë se nuk ka shpresë. Teuta tundi kokën. Mjekët flasin bazuar në statistika, në probabilitete. Dhe ata kanë të drejtë në shumicën e rasteve. Por jo gjithmonë. Unë nuk mund të premtoj asgjë, Mirela. Askush nuk mundet. Por për sa kohë që vajza jote beson, për sa kohë që zemra e tij rre, ndoshta ka ende diçka për t'u bërë. Mirela nuk e dinte nëse ishte shpresë e vërtet apo thjesht dëshpërimi që kërkonte diçka për t'u kapur. Por atë natë, kur hyri në dhomën ku flinte Jona, ajo u shtri pranë së bijës dhe e përqafoi fort. Jona, edhe në gjumë, u struk në prerin e së-ëmës. Dhe Mirela kuptoi se, nëse jo për vete, duhej të vazhdonte të besonte për shkak të atij fëmije që refuzonte të pranonte mungesën e të atit. Të nesërmen në mëngjes, Mirela u zgjua me një vendosmëri që nuk e dinte nga i vinte. Ajo nuk do të dorëzohej ende. Jo për sa kohë që zemra e Arbenit ende rrite. Jo për sa kohë që Jona ende kishte besim.
Ajo kërkoi një takim me ekipin mjekësor. Donte të dinte nëse kishte diçka, çfarëdo qoftë, që mund të provojë. Trajtim eksperimental, terapi alternative, çdo mundësi që ende nuk ishte eksploruar. Dyrë Fatmiri dhe Dyrë Besa e pritën me një farë hezitimi. Shpjeguam përsëri se dëmet ishin të rënda, se shanset ishin minimale. Por Mirela këmbënguli. Dhe atëherë Dyrë Besa përmendi diçka. Kishte një koleg të saj, Dyrë Ilir Hoxha, një neurolog që punonte me kërkime mbi gjendjet e ndryshuara të ndërgjegjes. Ai nuk ishte pjesë e stafit të përhershëm të spitalit, por ndonjëherë vinte për konsulta. Ndoshta ai mund ta vlerësonte rastin e Arbenit. Jo se kjo do të ndryshonte prognozën, por Mirela u kap pas asaj mundësie si dikush që kapet pas një gomone shpëtimi në mes të oqeanit. Kërkoi, u lut që ta thërrisnin atë mjek. Dyrë Besa, e shtyrë më shumë nga dhëmshuria se sa nga shpresa mjekësore, pranoi të bënte kontakt. Disa ditë më vonë, Dyrë Ilir Hoxha u shfaq në spital. Ishte një burr rreth të 50-tave, me flokë të thinjur, syze me skele të hollë, një mënyrë të qetë dhe vëzhguese. Ai kaloi orë të tëra duke ekzaminuar Arbenin, duke analizuar ekzaminimet, duke biseduar me ekipin. Më pas, kërkoi të fliste me Mirelën dhe, çuditërisht, edhe me Jonën. Të tre u ulën në një dhomë të vogël. Dyrë Iliri e shikoi Jonën me vëmendje, sikur të ishte vërtet i interesuar për atë që ajo kishte për të thënë. Më trego, Jona. The se babaju ta shtrëngoi dorën. Mund të më tregosh si ishte? Jona, që kishte qenë e heshtur ditët e fundit, u hap. Tregoi se si fliste me të atin çdo ditë, si i këndonte, si i kërkonte të jepte një shenjë. Dhe si, ndonjëherë, ndjente se ai përgjigjej. Jo gjithmonë. Por ndonjëherë. Një lëvizje pothuajse e padukshme në gishta. Një tkurje e lehtë në dorë. Gjëra që mjekët thoshin se ishin reflekse, por që ajo ishte e sigurt se nuk ishin. Dyrë Iliri dëgjoi gjithçka me vëmendje. Më pas, shikoi Mirelën. Nuk mund të premtoj asgjë. Dua ta bëj këtë shumë të qartë. Dëmet që ka pësuar Arbeni janë reale dhe të rënda. Shansi për rikuperim është statistikisht shumë i ulët. Por ekziston një protokoll që është studiuar në disa qendra mjekësore. Quhet stimulim ndijor multisensorial. Ideja është të ekspozohet pacienti ndaj stimujve të rëndësishëm, zëra familjar, këngë që i pëlqenin, aroma, prekje. Teoria është se këta stimuj mund, në disa raste të rralla, të aktivizojnë zona të trurit që duken të fjetura. Mirela ndjeu zemrën t'i rritë shpejt. Dhe kjo funksionon? Dyrë Iliri ishte i sinqertë. Në disa raste, provokon përgjigje minimale. Lëvizje të vogla, ndryshime në modelet cerebrale. Në të tjera, nuk provokon asgjë. Është eksperimentale. Nuk është e garantuar. Por nga sa pash, vajza juaj tashmë po e bën këtë intuitivisht. Ndoshta mund ta strukturojmë më mirë, ta bëjmë më sistematike. Jona e shikoi mjekun me sytë që i shkëlqenin. Mund të vazhdoj të flas me babin tim? Dyrë Iliri buzëqeshi. Jo vetëm që mundesh, por duhet. Ti do të jesh pjesë themelore në këtë. Dhe kështu filloi një fazë e re. Dyrë Iliri krijoi një protokoll specifik për Arbenin. Këngët e preferuara do të luheshin në orare të caktuara. Mirela regjistroi mesazhe, kujtime të momenteve të veçanta që do t'i riprodhoheshin atij. Jona do të vazhdonte bisedat e saj të përditshme. Teuta dhe ekipi i infermierisë u udhëzuan të bënin masazhe taktile, të përdornin aroma specifike. Gjithçka për të provuar të arrinin Arbenin kudo që ai të ishte. Në javët e para, asgjë nuk ndryshoi. Arbeni vazhdonte i palvizshëm, monitorët tregonin të njëjtat modele. Mirela filloi të humbiste shpresën përsëri. Por Jona jo. Vajza shkonte çdo ditë, pa munguar, fliste me të atin, këndonte, tregonte histori. Dhe vazhdonte të këmbëngulte se ai e dëgjonte. Ishte një pasditë prilli, gati një muaj pas fillimit të protokollit, kur ndodhi diçka ndryshe. Mirela ishte ulur pranë shtratit të Arbenit, e raskapitur, gati duke fjetur. Jona sapo kishte dalë me nëna Lirin. Radioja e vogël që kishin vendosur në dhomë luante një këngë që Arbeni e adhuronte, një këngë e vjetër popullore që ai gjithmonë e këndonte me zë të ulët ndërsa punonte. Dhe atëherë, Mirela e pa. Një lëvizje.
pothuajse e padukshme, por e qartë. Gishti tregues i dorës së djathtë të Arbenit lëvizi. Vetëm një dridhje e vogël, por Mirela ishte absolutisht e sigurt se nuk kishte qenë imagjinat. Ajo thiri infermieren Teuta, e cila erdhi me vrap. Qëndruan duke vëzhguar. Minuta më vonë, ndodhi përsëri një lëvizje tjetër, pak më e dukshme. Teuta kontrolloi monitorët. Kishte një ndryshim delikat në modelet cerebrale. Asgjë dramatike, por diçka ndryshe nga sa ishte parë në javët e fundit. Ajo shënoi gjithçka, thiri ekipin mjekësor. Dërbesa erdhi, ekzaminoi, kërkoi analiza të reja. Të gjithë vazhdonin të ishin skeptik, por kishte diçka aty. Diçka po ndryshonte. Kur Jona e mori vesh të nesërmen, ajo e përqafoi të ëmën me aq forcë sa Mirela gati humbi ekuilibrin. E dija, mami. E dija që ai po më dëgjonte. Dhe vazhdoi. Çdo ditë, me akoma më shumë përkushtim, Jona fliste me të atin. I tregonte për shkollën, për miqt, për planet kur ai të kthehej në shtëpi. Dhe Mirela, që kishte qenë aq afër dorëzimit, ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej javësh, një shkëndijë të vogël, të brish, por reale shprese. Lëvizjet u bën më të shpeshta. Gjithmonë të vogla, gjithmonë delikate. Por të qëndrueshme. Dhe gjithmonë dukej se ndodhnin kur Jona ishte afër. Iliri vizitoi përsëri, ekzaminoi të dhënat e reja, dhe për herë të parë që nga fillimi, tha diçka që Mirela nuk e priste, ndoshta ka një mundësi. Ndoshta. Ishte vetëm kaq. Por për Mirelën dhe Jonën, ndoshta ishte më se e mjaftueshme. Ishte një derë që ishte mbyllur dhe që tani, shumë ngadalë, fillonte të hapet. Nuk e dinin se çfarë kishte nga ana tjetër. Nuk e dinin nëse Arbeni do të arrinte të kthehej plotësisht. Por për herë të parë që nga ajo mëngjesi i tmerrshëm marsi, ato i lejuan vetes të ëndërronin përsëri. Jona u kthye në shtëpi atë natë duke kënduar me zë të ulët të njëjtën këngë që luej në dhomën e spitalit. Mirela e vëzhgoi dhe, për herë të parë në javë, buzëqeshi vërtet. Kishte ende një rrugë të gjatë përpara. Kishte ende pasiguri, frikë, pengesa të mëdha. Por tani, të paktën, kishte një rrugë. Dhe ato do ta përshkonin së bashku, hap pas hapi, deri në fund. Ma i solli mëngjeset e para të ftohta në Tiranë, atë klim karakteristike ku dielli ende ngroh gjatë ditës, por netët kërkojnë xhaketë. Në terapinë intensive të spitalit universitar, Arbeni vazhdonte ekzistencën e tij të pezulluar mes të qenit dhe të mosqenit, ndërsa rreth tij jeta riorganizohej rreth këtij realiteti të ri. Mirela kishte arritur të negocionte një orar të reduktuar në supermarket, gjë që nënkuptonte më pak para, por më shumë kohë në spital. Jona mbante rutinën e saj të palëkundur, shkollë, detyra shtëpie në dhomën e pritjes, vizitë të babai, kthim në shtëpinë e gjyshes. Lëvizjet e vogla që kishin filluar të shfaqeshin u bën më të përcaktuara. Nuk ishte asgjë dramatike. Arbeni nuk hapte syt, nuk fliste, nuk jepte shenja të ndërgjegjes së plotë. Por gishtat e tij u përgjigjeshin stimujve me më shumë frekuencë. Një herë, kur Mirela vuri një këngë që ishte luajtur në dasmën e tyre, ai lëvizi lehtë kokën. Mjekët vazhdonin të ishin të kujdesshëm, duke shpjeguar se kjo ende mund të ishte vetëm aktivitet refleks, por Iliri duke i vërtet i intriguar. Ai kthehej në spital çdo javë, ekzaminonte të dhënat, rregullonte protokollin. Ishte gjatë një prej këtyre vizitave që infermierja Teuta e tërhoqi Mirelën në një cep të korridorit. Kishte diçka që duhej t'i tregonte. Ditët e fundit, një burr ishte shfaqur disa herë në spital, gjithmonë pas dite, kur lëvizja ishte më e madhe. Ai qëndronte larg, duke vëzhguar nga dritarja e terapisë intensive, pa hyrë kurrë apo pa u identifikuar. Ishte një burr rreth 60 vjeç, me flokë të thinjur, shpatulla të kërrusura, me një shprehje që Teuta e përshkroi si e dikujt që mban botën mbi supe. Po atë pasdite, Teuta e pa përsëri. Këtë herë, ai ishte më afër, duke shikuar përmes xhamit me një intensitet që dukej se dhimbte. Mirela ndoqi shikimin e infermieres dhe e pa. Zemra i ndaloi. Ajo e njihte atë burr. Ose më mirë, e njihte përmes historive të rralla që Arbeni tregonte. Agimi. Babai i Arbenit. Burri që ishte zhdukur nga jeta e të birit më shumë se 12 vjet më parë, pas një sheri që askush nuk donte t'ia shpjegonte kurrë siç duhet Mirelës. Mirela ndjeu një valë zemërimi t'i ngjitej në gjoks. Si guxonte.
Pas kaq shumë kohe, pas kaq shumë braktisjeje, pas kaq shumë heshtjeje, shfaqej tani? Kur Arbeni ishte kështu, i paftë ta mbronte apo ta përzinte? Ajo marshoi drejt derës së terapisë intensive, doli në korridor dhe u përball me Agimin. Të dy qëndruan përballë njëri tjetrit për një moment që dukej se zgjati një përjetësi. Agimi foli i pari. Zëri i dilte i ngjirur, sikur të mos ishte përdorur prej kohësh për gjëra të rëndësishme. E mora vesh për aksidentin. Më tregoj një fqinj. Duhej ta shihja. Mirela kryqëzoi krahët me qëndrim mbrojtës. Ta shihje? Pas 12 vjetësh i zhdukur, ti shfaqesh për ta parë? Agimi uli kokën. Nuk kishte mbrojtje dhe e dinte këtë. E di që nuk kam të drejtë. E di që isha një frikatësa. Por ai është djali im, Mirela. Djali im i vetëm. Mirela ndjeu lotët t'i digjnin në sy, por refuzoi t'i linte të binin. Ai ishte djali yt edhe kur ike. Kur u martua, kur lindi Jona. Ku ishe ti? Agimi u përmbaj. Isha i frikësuar. I turpëruar. I zemëruar me veten. Bëra zgjedhje të gabuara, Mirela. Shkatërova familjen time. Dhe kur e kuptova madhësinë e dëmit, mendova se do të ishte më mirë të qëndroja larg. Se ata do të ishin më mirë pa mua. Mirela tundi kokën. Nuk donte të dëgjonte justifikime. Arbeni nuk ishte kur më mirë pa ty. I ke munguar çdo ditë. Sidomos në fillim. Më pas, ai mësoi të ecte përpara. Ndërtoi një jetë pa ty, një familje. Dhe tani ti shfaqesh sepse ai është në një shtrat spitali? Agimi mbylli syt, dhimbja e dukshme në fytyrë. E di që nuk mund ta rregulloj të kaluarën. Por doja duhej ta shija. Qoftë edhe nga larg. Mirela do ta përzinte. Do t'i thoshte se nuk kishte të drejtë të ishte aty, se tashmë kishte shkaktuar dhimbje të mjaftueshme. Por në atë moment, Jona u shfaq në korridor, duke ardhur nga dhoma e pritjes me nëna Lirin. Vajza ndaloi kur pa dy të rriturit në konfrontim, pastaj shikoi Agimin me atë kuriozitet natyral të fëmijëve. Ajo nuk e njihte, nuk kishte parë kur një foto, por kishte diçka në shprehjen e saj që sugjeronte njohje, sikur historitë e treguara të kishin krijuar një imazh në mendjen e saj. Jona u afrua, duke shikuar burrin. Ti e njeh babin tim? Agimi shikoi mbesën që nuk e kishte njohur kurrë dhe diçka u thye brenda tij. Lotët që i kishte mbajtur për kaq shumë vite filluan të binin. Ai u gjunjëzua për të qenë në lartësinë e saj, duke mbajtur një distancë respektuese. Po. E njoh babin tënd që kur ishte i vogël. Më i vogël se ti. Jona anoi kokën. Ti e gjyshi im? Agimi pohoi me kokë, i paftë të fliste. Jona qëndroi në heshtje për një moment, duke përpunuar. Më pas, me thjeshtësinë shkatëruese të fëmijëve, ajo tha, babi im është i sëmur. Por ai do të bëhet më mirë. Ti mund ta njohësh vërtet kur të zgjohet. Mirela pas skenën dhe ndjeu diçka të lëvizte brenda saj. Zemërimi vazhdonte të ishte aty, i fortë dhe i justifikuar. Por kishte diçka më shumë. Ndoshta dhëmbshuri. Ndoshta lodhje. Ndoshta perceptimi se në atë moment të mbaje inate të vjetra ishte një luks që nuk mund t'ja lejonte vetes. Ajo pshertiu, kaloi dorën nëpër flok dhe shikoi nëna Lirin, e cila vëzhgonte gjithçka me mençurinë e saj të heshtur. E ama vetëm pohoi me kokë, sikur të thoshte, lëre vajzën të vendos. Mirela shikoi Agimin, zëri ende i ftohtë, por më pak agresiv. Mund të qëndrosh. Por mos e bëj Jonën të vuaj. Ajo tashmë po kalon shumë gjëra. Agimi u ngrit duke fshirë fytyrën me kurrizin e dorës. Faleminderit. Të premtoj. Kështu Agimi filloi të bëhej pjesë e asaj rutine të çuditshme dhe të dhimbshme. Ai shfaqej çdo ditë, gjithmonë në të njëjtën orë, gjithmonë i heshtur. Qëndronte ulur në dhomën e pritjes, duke biseduar me zë të ulët me Jonën për gjëra të thjeshta, shkollën, filmat vizatimor, librat që ajo po lexonte. Kur nuk u përpoq të sillej si gjysh i menjëhershëm. Dukej se e kuptonte se kjo duhej fituar, se nuk kishte rrugë të shkurtra për besimin. Mirela e vëzhgonte nga larg, ende dyshuese. Nëna Liria, nga ana tjetër, bisedoi me të disa herë.
Zbuloi se Agimi jetonte vetëm në një apartament të vogël në lagjen Ali Demi, se punonte si roje nate në një parking, se kishte kaluar vitet e fundit në një vetmi të vet imponuar që dukej se e kishte plakur para kohe. Liria, që gjithmonë kishte qenë më false se e bija, filloi të zbutet. E njihte një njeri të shkatëruar nga faji kur e shite. Jona, nga ana e saj, e pranoi gjyshin me atë aftësi që vetëm fëmijët e kanë për t'i parë njerëzit pa shtresat e gjykimit që të rriturit grumbullojnë. Ajo nuk i kuptonte sherret e vjetra, inatet, mërit. Ajo shihte vetëm një burr të trishtuar që donte të njihte të birin. Dhe, në logjikën e saj të thjeshtë, kjo ishte e mjaftueshme. Një pasdite, Jona i kërkoi Agimit të hynte në terapi intensive me të. Mirela hezitoi, por Dur Iliri, që ishte i pranishëm, e inkurajoi. Stimuj të ndryshëm, tha ai. Zëra të ndryshëm. Agimi ndoqi mbesën me hapa hezitues, sikur të ishte duke shkuar në një ekzekutim. Kur pa Arbenin në atë shtrat të lidhur me aparaturat, fytyrën e zbehtë dhe të palvizshme, Agimi u shem. Ai u mbajt në krahun e karriges pranë, këmbët i dridheshin. Jona i kapi dorën, e vogël dhe e fortë. Mos qaj, gjysh. Babit nuk i pëlqen kur dikush qan. Agimi u ul, duke shikuar të birin që nuk e shihte prej kaq shumë kohe. Arbeni kishte qenë një djalë kur ai iku. Tani ishte një burr i shënuar nga jeta, nga puna e rëndë, nga përgjegjësia. Agimi i mbajti dorën të birit duke ndjerë peshën e të gjithë viteve të humbura. Filloi të fliste, zëri i ndërprerë. Kërkoi falje. Përse iku? Përse ishte i dobët? Përse nuk ishte aty kur Arbeni ndërtoi jetën e tij? Tha se e kuptonte nëse Arbeni nuk do ta falte kurrë, por se duhej që ai ta dinte, pendimi kishte qenë një peshë e mbajtur çdo ditë. Jona qëndroi pranë, duke dëgjuar. Më pas, me zërin e saj të qartë, ajo tha, gjysh, tregoi për gjërat që të pëlqejnë. Gjëra të lumtura. Atij i pëlqejnë gjërat e lumtura. Agimi fshiu syt dhe u përpoq. Filloi të tregonte histori nga koha kur Arbeni ishte i vogël. Se si i pëlqente të luante top në fushën pranë shtëpisë. Se si kishte frikë nga bubullimat dhe vraponte në preherin e të atit. Se si, kur ishte rreth 5 vjeç, vendosi se donte të bëhej zjarfikës dhe kaloi muaj të tërë duke mbajtur një helmet të kuqe plastike. Histori që Mirela nuk i kishte dëgjuar kurrë, që Arbeni rrallë i tregonte sepse vinin nga një kohë që dhimbte shumë ta rishikoje. Dhe ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Ndërsa Agimi fliste, monitorët filluan të tregonin ndryshime. Të vogla, por të qarta. Dur Iliri, që kishte hyrë për të vëzhguar, shënoi gjithçka. Thiri Dur besën. Të dy mjekët analizuan të dhënat me shprehje habje të kontrolluar. Aktiviteti cerebral i Arbenit kishte ndryshuar gjatë asaj bisede. Nuk ishin më vetëm reflekse. Ishte diçka ndryshe. Diçka që sugjeronte përpunim kognitiv, edhe pse minimal. Në javët në vijim, protokolli u intensifikua. Agimi u bë pjesë aktive e tij. Ai regjistroi mesazhe për momentet e fëmijërisë së Arbenit, të cilat riprodhoheshin në kufjet që i kishin vendosur. Mirela, fillimisht rezistente, lejoi që Agimi të merrte pjesë më shumë. Jo sepse e kishte falur plotësisht, por sepse shihte se, në një mënyrë të pashpjegueshme, kjo po ndihmonte. Jona vazhdonte të ishte qendra e gjithçkaje. Ajo koordinonte, pa e ditur se po e bënte këtë, të gjithë operacionin. Thonte kur ishte koha për të vënë muzikë, kur ishte koha për të folur, kur babai kishte nevojë për heshtje. Dhe përgjigjet e Arbenit u bën gjithnjë e më të qëndrueshme. Lëvizja e gishtave u shndërrua në shtrëngime dore më të forta. Njëherë, kur Jona këndoi një këngë që ai zakonisht ja këndonte për ta vënë në gjumë, Arbeni lëvizi buzët, sikur të përpiqej ta shoqëronte. Ekipi mjekësor, edhe më skeptikët, filloi të pranonte se diçka e pazakontë po ndodhte. Nuk ishte rikuperim, ende jo. Por ishte ndryshim. Ishte jeta që përpiqej të kthehej. Dur Iliri e prezantoi rastin në një konferencë mjekësore, duke përshkruar se si kombinimi i stimujve familjar të strukturuar me praninë emocionale të vazhdueshme, dukej se po provokonte përgjigje që sfidonin prognozën fillestare. Por jo gjithçka ishte shpresë. Situata financiare e familjes ishte bërë kritike. Paratë e kursyera kishin mbaruar prej javësh. Mirela ishte detyruar të shiste makinën. Nëna Liria kishte lënë peng disa bizhuteri familjare.
Dhe prap se prap, nuk mjaftonte. Kostot mjekësore, edhe pse spitali shtetëror mbulonte një pjesë, ishin astronomike. Ilaçe specifike, procedura, analiza. Gjithçka kushtonte më shumë se sa kishin. Atëherë Agimi mori një vendim. Ai kishte një apartament. Nuk ishte ndonjë gjë e madhe, një 2 dhomësh i vjetër në lagjen Ali Demi, por ishte i tij, i shlyer. Kishte qenë e vetmja gjë që i kishte mbetur nga martesa e shkatëruar, nga jeta që kishte shkatëruar. E vuri në shitje. Kur Mirela e mori vesh, u përpoq të refuzonte. Nuk mund ta pranonin. Agimi nuk la hapësirë për diskutim. Është minimumi që mund të bëj. Nuk isha aty kur duhej. Më lejoni të jem tani. Apartamenti u shit shpejt. Parat mbuluan borxhet mjekësore të akumuluara dhe garantuan edhe disa muaj trajtim. Mirela, për herë të parë që kur Agimi ishte rishfaqur, e përqafoi. Nuk ishte një përqafim faljeje të plot, por i njohjes. I mirënjohjes. I pranimit se njerëzit, sado të këqija të ishin gabimet e tyre, mund të përpiqeshin t'i rregullonin. Dhe atëherë, një pasdite qershori, ndodhi. Jona po bënte vizitën e saj të përditshme, duke i treguar të Atit për një projekt të shkollës. Ajo i mbante dorën, siç bënte gjithmonë. Dhe i kërkoi, siç kërkonte gjithmonë, shtrëngoma dorën, babi. Më lër të di se po më dëgjon. Dhe Arbeni e shtrëngoi. Nuk ishte një refleks. Nuk ishte një spazmë e pavullnetshme. Ishte një shtrëngim i ndërgjegjshëm, i fortë, i qëllimshëm. Jona bërtiti nga gëzimi. Mirela, që ishte në anën tjetër të terapisë intensive, erdhi me vrap. Teuta arriti menjëherë pas. Ato pan kur Arbeni e bëri përsëri. Dhe përsëri. Sa herë që Jona i kërkonte, ai përgjigjej. Durbesa u thirr. Ajo bëri teste. I kërkoi Arbenit të shtrëngonte një herë për po, 2 herë për jo. Dhe ai ju përgjigj sakt pyetjeve të thjeshta. Emri i tij. Nëse ndjente dhimbje. Nëse e njihte zërin e Jonës. Mjekët u pan me njëri tjetrin, të pabesueshëm. Kjo nuk duhej të ndodhte. Statistikisht ishte pothuajse e pamundur. Por po ndodhte. Dër Iliri, kur e mori vesh, u kthye me vrap në spital. Ekzaminoi Arbenin, përsëriti testet, analizoi ekzaminimet e reja imazherike. Kishte aktivitet cerebral të shtuar. Zonat që dukeshin të vdekura po tregonin shenja funksionimi. Ishte sikur, në një farë mënyre, truri po gjente rrugë të reja, duke anashkaluar dëmet. Neuroplasticiteti, shpjegoi ai, ishte një nga misteret më të mëdha të mjekësisë. Dhe ndonjëherë, në raste shumë të rralla, ndodhnin gjëra që sfidonin gjithçka që mendonim se dinim. Atë natë, e gjithë familja u mblodh në terapi intensive. Mirela, Jona, nëna Liria dhe madje edhe Agimi. Ata qëndruan rreth shtratit të Arbenit. Jona, me lot në sy, i mbajti dorën të Atit. E dija që do të ktheheshe. Gjithmonë e kam ditur. Dhe atëherë, për herë të parë në 3 muaj, Arbeni hapi sy. Vetëm një të qarë, vetëm për disa sekonda. Por ishte e mjaftueshme. Ai shikoi Jonën. Pa të bien. Dhe i shtrëngoi dorën përsëri, këtë herë me më shumë forcë. I gjithë spitali e mori vesh. Infermierët që kishin ndjekur rastin që nga fillimi qanë. Mjekët që e kishin konsideruar Arbenin të humbur erdhën të shihnin me sytë e tyre. Teuta, që kishte parë kaq shumë gjëra gjatë viteve, tha se ai ishte një nga momentet më të bukura që kishte dëshmuar. Mirela përqafoi Jonën dhe qau. Qau gjithë frikën, gjithë dëshpërimin, gjithë raskapitjen e muajve të fundit. Nëna Liria u lut në heshtje, duke falënderuar. Dhe Agimi, në këmbë në cep të dhomës, vëzhgonte skenën me një përzierje gëzimi dhe dhimbjeje. Gëzim për të parë të birin duke u kthyer. Dhimbje për të ditur se gati nuk kishte qenë aty për këtë. Jona, atëherë, bëri diçka të papritur. Ajo shkoi te Agimi, i kapi dorën dhe e çoi te shtrati. Gjysh, fol me të. Ai ka nevojë të dëgjoj edhe ty. Agimi hezitoi. Mirela ishte gati të ndërhynte, por Jona e shikoi me atë vendosmëri që ishte bërë shenja e saj në muajt e fundit. Mirela pohoi me kokë, duke dhënë leje të heshtur. Agimi u afrua.
Arbeni kishte mbyllur sytë përsëri, por dora e tij ishte ende e shtrirë, gishtat gjysmë të hapur. Agimi e mbajti, duke ndjerë për herë të parë në 12 vjet prekjen e të birit. Arben, e di që mund të më dëgjosh tani. E di që kam bërë gjëra që ndoshta nuk do t'i falësh kurrë. Të braktisa kur kishe më shumë nevojë për mua. Isha një frikacak. Por dua që ta dish se kurrë, asnjë ditë, nuk kam pushuar së menduari për ty, kurrë nuk kam pushuar së penduari. Dhe nëse më jep një shans, do të kaloj pjesën tjetër të ditëve të mia duke u përpjekur të jem babai që gjithmonë duhej të kisha qenë. Dhoma mbeti në heshtje. Mirela mbante Jonën, të dyja duke vëzhguar. Dhe atëherë, ngadalë, gishtat e Arbenit lëvizën. Ai I shtrëngoi dorën Agimit. Nuk ishte aq fort sa I kishte shtrënguar Jonës, por ishte e pamohueshme. Ishte reale. Ishte falje. Agimi u shem. Mbështeti kokën në shtrat pranë dorës së të birit dhe qau siç nuk kishte qarë që kur kishte lënë familjen e tij. Mirela shikoi atë skenë dhe ndjeu diçka të shkrihej në gjoks. Zemërimi që kishte mbajtur, indinjata e drejtë, gjithçka u zëvendësua nga diçka më e thjeshtë, dhe mshuria. Sepse nëse Arbeni, në gjendjen e tij të brish, ende gjente hapësirë për të falur, kush ishte ajo për ta mohuar këtë? Në ditët në vijim, përmirësimi I Arbenit vazhdoi. Syt hapeshin me më shumë frekuencë. Lëvizjet u bën më të koordinuara. Ai ende nuk fliste, tubi I trakeostomis e pengonte, por syt e tij thoshin gjithçka. I njihte të gjithë. Jonën, Mirelën, nëna Lirin, madje edhe Agimin. Dhe gjithmonë, kur Jona hynte në dhomë, ai përpiqej të buzëqeshte. Ishte një buzëqeshje e shtrembër, e vështirë, por ishte një buzëqeshje babai për bijën. Ekipi mjekësor filloi të fliste për transferim në sektorin e rehabilitimit. Arbeni do të kishte një rrugë të gjatë përpara. Fizioterapia do të ishte intensive. Logopedia do të ishte e nevojshme. Rikuperimi I plot, nëse do të ndodhte, do të merrte muaj, ndoshta vite. Por për herë të parë, ata përdorën fjalën rikuperim. Jo shërim I plot, por rikuperim. Dhe për Mirelën dhe Jonën, ajo fjalë ishte si muzikë. Komuniteti ku jetonte familja filloi të mobilizohej. Lajmi I mrekullisë së spitalit universitar u përhap. Gazeta lokale bëri një artikull për historinë e Arbenit dhe Jonës. Njerëzit filluan të ndihmonin. Supermarketi ku punonte Mirela bëri një fushat për mbledhje fondesh. Shkolla e Jonës organizoi një pazar ku fëmijët shitën vizatime dhe punime dore. Ish kolegët e punës së Arbenit mblodhen para. Në pak javë, kishin mbledhur para të mjaftueshme për të mbuluar muajt e ardhshëm të trajtimit. Ish shefi I Arbenit, Zoti Petrit, një burr 60 vjeç që e kishte ndërtuar firmën e vogël të ndërtimit nga hiçi, shkoi në spital. Ai ishte shkatëruar kur mori vesh për aksidentin. Kishte fajsuar veten, megjithse të gjithë e dinin se nuk ishte faji I tij. Kur pa Arbenin të zgjuar, syt ju mbushën me lodh. Ai premtoi se puna do të ishte duke e pritur. Kur Arbeni të mund të kthehej, edhe nëse në funksione të përshtatura, do të kishte një vend për të. Sepse burrat e mirë, tha ai, ishin të rrallë. Dhe Arbeni ishte një prej tyre. Mirela dëgjoi gjithçka dhe kuptoi diçka që e kishte harruar në muajt e fundit. Ata nuk ishin vetëm. Kur nuk kishin qenë. Jeta u kishte dhënë një goditje brutale, e kishte hedhur familjen e tyre në fund të pusit. Por duart që ushtrin për t'i ndihmuar të ngjiteshin ishin të shumta. Fqinjet, miqt, të panjohurit të prekur nga historia e tyre, të gjithë ishin pjesë e mrekullisë. Jona, e ulur në karrigen pranë shtratit të teatrit, mbante një fletore ku kishte filluar të shkruante gjithçka. Çdo fitore të vogël. Çdo moment të rëndësishëm. Ishte, I tha së ëmës, për kur babai të ishte plotësisht më mirë dhe të mund ta lexonte. Një regjistër se si kishin luftuar dhe fituar së bashku. Arbeni, duke vëzhguar të bien duke shkruar, u përpoq të ngrinte dorën. Ishte e vështirë, krahu I peshonte si plumb, por ja doli. I preku flokët Jonës, një gjest minimal që për ta nënkuptonte botën. Jona la fletoren dhe përqafoi krahun e teatrit duke mbështetur fytyrën në të. U ktheve, babi. Vërtet u ktheve. Dhe Mirela, duke parë këtë, e dinte se kishin kaluar më të keqen. Kishte ende sfida të mëdha përpara. Rehabilitimi do të ishte I gjatë dhe I dhimbshëm.
plagët, si fizike ashtu edhe emocionale, do të merrnin kohë për të shëruar. Por ata ishin bashkë. Dhe me Jonën që tregonte se besimi mund të lëviz malet, me agimin që provonte se kur nuk është vonë për të rregulluar gabimet, me komunitetin që demonstronte se solidariteti është real, ata do ta gjenin rrugën. Atë natë, kur dolën nga spitali, Jona shikoi qiellin me yje të Tiranës dhe buzëqeshi. Mirela, duke i mbajtur dorën së bijës, e pyeti se çfarë po mendonte. Jona u përgjigj me mençurinë e thjeshtë që vetëm fëmijët e zotërojnë, se mrekullitë ekzistojnë, mami. Ne vetëm duhet të besojmë në to. Dhe në atë moment, në yjet e ftohtë të qershorit, Mirela besoi. Muajt korrik dhe gusht sollën një të ftohtë intensiv në Tiranë, atë të ftohtë të thatë të maleve që depërton në kocka dhe bën që mëngjeset të vonojnë të zbardhin. Por brenda sektorit të rehabilitimit të spitalit universitar, ku Arbeni ishte transferuar pas daljes nga terapia intensive, kishte një ngrohtësi tjetër. Ishte ngrohtësia e luftës së përditshme, e përpjekjes që dhemb, por që sjell rezultate, e vendosmërisë së një njeriu që ishte kthyer nga pragu mes jetës dhe mungesës dhe tani duhej të rimsonte pothuajse gjithçka. Arbeni ishte zgjuar plotësisht nga koma në javën e dytë të qershorit. Procesi nuk ishte i menjëhershëm si në filma. Ishte gradual, i paqartë, i dhimbshëm. Së pari erdhën momentet e ndërgjegjes të ndërthurura me periudha gjumi të thellë. Më pas, ndërgjegja u bë më e vazhdueshme, por e mjegullt, sikur të ishte i mbështjell në një mjegull të dendur. Ai njihte njerëzit, por nuk arrinte të përpunonte plotësisht se ku ishte apo çfarë kishte ndodhur. Kujtesa e aksidentit ishte inekzistente. Gjërat e fundit që mbante mend ishin fragmente, ishte duke punuar, ishte ngjitur për të verifikuar diçka, pastaj asgjë. Një zbrazëti e zezë. Mirela dhe Dër Iliri i shpjeguan gjithçka me durim. Aksidenti, goditja elektrike, arresti kardiak, muajt në komë. Arbeni dëgjonte me shprehje të habitur, sikur po tregonin historinë e dikujt tjetër. Kur më në fund e kuptoi sa kohë kishte kaluar, 3 muaj të tërë të jetës së tij thjesht të fshirë, ai qau. Mirela i mbajti dorën dhe Jona, që ishte gjithmonë pranë, përqafoi krahun e të atit dhe tha, por tani u ktheve, babi. Dhe ne do të ndihmojmë të bëhesh i fortë përsëri. Heqja e tubit të trakeostomisë ishte një moment i rëndësishëm. Arbeni më në fund mundi të fliste, megjithse zëri i dilte i ngjirur dhe i dobët në fillim. Fjalët e para që arriti të artikulonte ishin për Jonën, luftëtarja ime e vogël. Vajza shpërtheu në lot gëzimi dhe Mirela nuk mbeti shumë prapa. Por euforia fillestare shpejt i la vendin realitetit të ashpër të rehabilitimit. Dëmet neurologjike kishin prekur kryesisht anën e majtë të trupit. Arbeni kishte vështirësi të rënda motorike. Nuk arrinte të qëndronte në këmbë vetëm. Lëvizjet e krahut të majt ishin të kufizuara dhe të pakoordinuara. Kishte vështirësi për të gëlltitur, gjë që e bënte ushqyerjen një proces të ngadaltë dhe frustrues. Të folurit, megjithse e mundur, ishte i ngadaltë. Dhe kishte probleme kognitive, vështirësi në përqendrim, boshllëqe në kujtesën e afërt, lodhje mendore që vinte shumë shpejt. Fizioterapistja përgjegjëse, Valbona, një grua e re dhe energjike që punonte në spital prej 5 vjetësh, nuk e zbuti situatën. Ajo shpjegoi se rruga do të ishte e gjallë. Shumë muaj, ndoshta vite. Do të kishte progres, por edhe ngecje dhe frustrime. Disa deficite ndoshta nuk do të tejkaloheshin kurrë plotësisht. Arbeni do të duhej të punonte më shumë se sa kishte punuar në gjithë jetën. Dhe prap se prap, nuk kishte garanci. Arbeni dëgjoi gjithçka dhe ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë që kur ishte zgjuar, frikë. Jo frikë nga vdekja, ajo kishte mbetur pas. Por frikë se nuk do t'ja dilte. Frikë se do të ishte një barë për familjen. Frikë se nuk do të mund të punonte më kurrë, nuk do të mund të ishte më babai dhe bashkëshorti që kishte qenë. Kur Valbona doli nga dhoma, ai shikoi Mirelën, syt plot me lodh. Po sikur të mos ia dal, po sikur të mbetem kështu për gjithmonë. Mirela i mbajti fytyrën me të dyja duart, duke e detyruar ta shikonte. Ti do t'ja dalësh. Sepse ti je njeriu më i vendosur që njoh. Sepse ti ke një vajzë që besoi në ty kur të gjithë thoshin se ishte e pamundur. Dhe sepse ne nuk kaluam gjithë këtë për t'u dorëzuar tani. Jona, që kishte dëgjuar gjithçka nga dera, hyri me vrap dhe u ngjit në shtrat pranë të atit, me kujdesin që tani ishte instinktiv për të mos prekur tubat dhe fishat që ende ishin të lidhura me të.
Babi, e mban mend kur më mësove të ngisja biçikletën? Unë rash 1.000.000 herë. Por ti qëndrove pranë meje dhe the se do t'ja dilja. Tani është radha ime të qëndroj pranë teje. Arbeni përqafoi të bien me krahun e djathtë, të vetmin që përgjigjej mirë dhe la lotët të binin. Ishin lot frike, por edhe mirënjohjeje. Dashurie. Vendosmërie të ri për të rirë. Rutina e rehabilitimit filloi të nesërmen dhe ishte brutale. Fizioterapi 2 herë në ditë. Logopedi për të punuar me të folurit dhe gëlltitjen. Terapi okupacionale për të rimësuar detyra bazë si të mbante një gotë apo të përdorte takëmet. Çdo seancë ishte një sfidë që e linte Arbenin të raskapitur. Në fillim, ai mezi arrinte të qëndronte ulur në karrocën me rrota për më shumë se 20 minuta pa ndjerë marramendje. Ushtrimet e fizioterapisë, që dukeshin të thjeshta për çdo person të shëndetshëm, ishin male të pakapërcyeshme për të. Valbona ishte e prerë, por empatike. Ajo e dinte kur ta shtynte dhe kur të tërhiqej. Ditët e para, fokusi ishte vetëm në lëvizshmërinë bazë. Të lëvizte gishtat e këmbëve. Të përthyente gjurin. Të ngrinte krahun disa centimetra. Çdo lëvizje festoi si fitore. Jona, që shkonte në spital çdo ditë pas shkollës, krijoi një sistem. Ajo bëri një poster të madh, të ndarë në 4 orë, ku shënonte çdo arritje të atit. Kur ai arrinte të bënte diçka të re, ajo pikturonte një 4 orë me të kuqe. Qëllimi, shpjegoi ajo, ishte të mbushej I gjithë posteri. Arbeni e shikonte atë poster çdo ditë. Në momentet e dekurajimit, kur dhimbja ishte aq e madhe sa donte të dorëzoj, ishte posteri I Jonës që e motivonte. Çdo 4 orë I kuq ishte provë se po përparonte, edhe pse pak nga pak. Komuniteti vazhdonte të ishte I mobilizuar. Shkolla e Jonës organizoi një orar vizitash. Çdo javë, disa nëna ndërroheshin për të sjellë ushqim shtëpie për Mirelën, e cila praktikisht jetonte në spital. Fqinjet kujdeseshin për shtëpinë ku jetonin më parë, e cila ishte e mbyllur që nga aksidenti. Supermarketi ku punonte Mirela bëri një fushat të re, këtë herë për të mbledhur pajisje rehabilitimi që Arbenit do t'i duheshin në shtëpi. Agimi, që kishte shitur apartamentin dhe tani jetonte në një dhomë me qira pranë spitalit, shfaqej çdo ditë. Ai kishte marrë një funksion jo zyrtar, por jetik, ishte gjithmonë I disponueshëm. Duhej të merrte diçka. Agimi shkonte. Duhej dikush të qëndronte me Arbenin ndërsa Mirela zgjidhte burokracitë. Agimi qëndronte. Jona kishte nevojë për shoqëri për të shkuar në shkollë. Agimi e çonte. Ai kishte kuptuar se të shlyente vite mungese nuk ishte të bëjë gjeste të mëdha, por të ishe I pranishëm në momentet e vogla të përditshme. Marrëdhënia mes Arbenit dhe Agimit, megjithatë, ishte komplekse. Arbeni ishte zgjuar duke kujtuar sherrin, mërinë, braktisjen. Falja është një proces, jo një ngjarje e vetme. Kishte ditë kur Arbeni arrinte të bisedonte me të atin, të pranonte praninë e tij. Kishte të tjera kur zemërimi I vjetër kthehej dhe ai I kërkonte Agimit të largohej. Mirela I ndërmjetësonte këto situata me durim. I kujtonte Arbenit se babai po përpiqej. I kujtonte Agimit se disa plagë duan kohë për t'u shëruar. Ishte Jona, edhe një herë, ajo që shërbeu si urë. Ajo nuk I kuptonte ndërlikimet e të rriturve, inatet e vjetra. Ajo shihte vetëm se gjyshi ishte aty, duke ndihmuar çdo ditë. Dhe për të, kjo ishte ajo që kishte rëndësi. Ajo filloi t'i tregonte të atit gjërat që bënte gjyshi, si e ndihmonte me detyrat e shtëpisë, si I kishte rregulluar çantën e shpinës që ishte grisur, si dinte histori qesharake nga koha kur babai ishte fëmijë. Pak nga pak, përmes urës që Jona ndërtonte, Arbeni filloi të zbutet. Në fund të korrikut, pas gati 6 javësh në rehabilitim, erdhi fitoria e parë e madhe. Arbeni arriti të qëndronte në këmbë vetëm. Jo të ecte, vetëm të qëndronte në këmbë. Valbona dhe një fizioterapist tjetër e ndihmuan të ngrihej nga karroca me rrota, duke e mbajtur nga krahët. Por kur ai ishte drejt, këmbët e tij e mbajtën peshën. Për 10 sekonda. Pastaj 20. Pastaj 1 minutë të tërë. Arbeni, duke shikuar pasqyrimin e tij në pasqyrën e sallës së fizioterapisë, e pa veten në këmbë për herë të parë në 4 muaj dhe filloi të qante. Jona, që po shikonte nga dera me Mirelën, vrapoi dhe përqafoi këmbët e të atit. E dija që do t'ja dilje. E dija.
Valbona buzëqeshi, por ishte pragmatike. Kjo është e shkëlqyer, Arben. Por është vetëm fillimi. Tani vjen pjesa më e vështirë. Dhe ishte vërtet. Të qëndroje në këmbë ishte një gjë. Të ecje ishte diçka krejtësisht tjetër. Përpjekjet e para ishin katastrofike. Edhe me mbështetje të plot, Arbeni mezi arrinte të lëvizte një këmbë para tjetrës. Koordinimi ishte shkatëruar. Ekuilibri ishte inekzistent. Frustrimi ishte i pamas. Ai rrëzohej. Shumë. Edhe me fizioterapistët që e mbanin, këmbët i lëshonin dhe ai shembej. Çdo rënje ishte një goditje për egon, për shpresën, për vendosmërinë. Pati një ditë, në fillim të gushtit, kur Arbeni arriti limitin. Ishte rrëzuar për herë të 5 në atë seancë. Dhimbja fizike ishte e durueshme, por dhimbja emocionale ishte e padurueshme. Ai bërtiti, goditi me dorën e mirë në dy sheme dhe tha se nuk duronte më. Se ishte e kodë. Se nuk do të ecte më kurrë. Se do të ishte më mirë si kur ti kishin lënë aparaturat të fikura. Valbona e la të shfryhej. Kur heshtja u kthye, ajo u gjunjëzua pranë tij. Ti mendon se je i vetmi që kalon këtë? Unë punoj këtu prej 5 vjetësh, Arben. Kam parë njerëz me dëme më të këqija se të tuat të kthehen të ecin. Kam parë të tjerë që kishin gjithçka për të rikuperuar dhe që u dorëzuan. E di cili ishte ndryshimi? Nuk ishte ashpërsia e lëndimit. Ishte zgjedhja për të vazhduar të përpiqeshe, edhe kur gjithçka dukej e pamundur. Arbeni e shikoi me sytë e kuq. Unë po përpiqem. Valbona pohoi me kokë. E di. Dhe ti do të vazhdosh të përpiqesh. Sepse vajza jote është atje jashtë, duke pritur të pikturoj edhe një katror në posterin e saj. Sepse gruaja jote nuk ka fjetur siç duhet prej 4 muajsh, por ende është këtu, duke besuar në ty sepse babai yt, që mbajti fajin për 12 vjet, shiti gjithçka që kishte për të ndihmuar. Ti nuk po lufton vetëm, Arben. Kështu që ngrihu. Ngrihu dhe provo përsëri. Arbeni qëndroi aty në dy sheme edhe disa sekonda. Më pas, me ndihmë, u ngrit. Dhe provoi përsëri. Dhe u rrëzua përsëri. Por u ngrit edhe një herë. Dhe edhe një. Dhe edhe një. Javët e gushtit ishin një mal me ulje ngritje emocionesh. Kishte ditë progresi të qartë. Arbeni arrinte të bënte 3 hapa vetëm. Pastaj 5. Pastaj 10, i mbështetur në shufrat paralele të sallës së fizioterapisë. Kishte gjithashtu ditë ngecjeje, ku dukej se asgjë nuk ndryshonte, se çdo përpjekje ishte e kodë. Dhe kishte ditë regresioni, ku ai nuk arrinte të bënte atë që kishte bërë ditën e mëparshme, ku raskapitja fizike dhe mendore e linte të paaftë për të funksionuar. Mirela ndiqte gjithçka nga afër. Ajo kishte mësuar të lexonte humorin e Arbenit, të dinte kur ai kishte nevojë për inkurajim dhe kur kishte nevojë për hapësirë. Ajo vetë ishte e raskapitur. Kishte humbur peshë, kishte zhvilluar pagjumësi kronike, jetonte me dhimbje koke të vazhdueshme. Nëna Liria shqetësohej për të bien po aq sa për dhëndrin. Por Mirela refuzonte të ngadalsonte. Ende jo. Jo derisa Arbeni të ishte më mirë. Hera e parë që Arbeni eci pa mbështetje ishte në fund të gushtit. Valbona e kishte programuar përpjekjen me kujdes. Së pari, ai praktikoi pa pushim me shufrat paralele. Më pas, me rrethoren. Kur ajo e konsideroi se ishte gati, hoqi gjithçka. E vuri Arbenin në këmbë në qendër të sallës, u tërhoq disa hapa dhe shtriu duart. Eja deri këtu. Arbeni shikoi distancën. Ishin ndoshta 6 hapa. Mund të ishin 6 kilometra. Ai mori frymë thellë. Jona ishte aty, së bashku me Mirelën, nëna Lirin dhe Agimin. Të gjithë ishin thirrur për atë moment. Arbeni shikoi të bien, e cila buzëqeshte me besim absolut. Ai mendoi për gjithçka që kishte kaluar. Aksidentin, komën, muajt e humbur, luftën e përditshme. Mendoi se 6 hapa nuk ishin asgjë krahasuar me gjithë këtë. Dhe bëri hapin e parë. Këmba e majt ishte ende e dobët, por u bin. Ai u lëkun, por nuk u rrëzua. Hapi i dytë. I treti. Në të katërtin gati humbi ekuilibrin, por arriti ta korrigjonte. Hapi i 5. Hapi i 6.
Dhe atëherë ishte në duart e Valbonës, e cila e mbante dhe buzëqeshte me krenari të sinqertë. Salla shpërtheu në duart trokitje. Jona bërtiti nga gëzimi dhe vrapoi të përqafonte të atin. Mirela qante pa pushim. Nëna Liria lutej me zë të ullët. Dhe Agimi, i mbështetur në mur, fshinte sytë fshehurazi. Arbeni kishte ecur. Vetëm. Pa mbështetje. 6 hapa që ishin më shumë se 6 hapa. Ishin prova se e pamundura ishte e mundur. Pas asaj dite, gjithçka u përshpejtua. Arbeni praktikonte ecjen çdo ditë, disa herë në ditë. Në fillim të javës së tretë të shtatorit, ai tashmë arrinte të përshkonte korridorin e spitalit pa mbështetje. Ende ecte ngadalë, ende çalonte nga ana e majtë, ende kishte nevojë për pauza të shpeshta. Por ecte. Të folurit gjithashtu ishte përmirësuar. Megjithse ende tërhiqte disa fjalë, arrinte të mbante biseda të gjata. Koordinimi motorik i imët kthehej gradualisht. Arrinte të mbante një gotë, të përdorte një pirun, të shkruante, edhe pse me kaligrafi të dridhur. Dure i liri, që vazhdonte të ndiqte rastin, e quajti progresin e Arbenit një nga shembujt më të shuar të rikuperimit neurologjik që kishte parë në karrierë. Ai po dokumentonte gjithçka për një studim që synonte të publikonte. Jo vetëm për protokollin e stimulimit ndijor, por për rolin e lidhjes emocionale në rikuperimin e pacientëve neurologjik. Jona, pa e ditur, ishte bërë pjesë e një kërkimi që mund të ndryshonte qasjet mjekësore në të ardhmen. Në fund të shtatorit, erdhi lajmi që të gjithë prisnin, Arbeni do të dilte nga spitali. Jo dalje e plot, por dalje nga shtrimi. Ai do të vazhdonte të bënte fizioterapi, logopedi dhe ndjekje neurologjike, por tani në mënyrë ambulatore. Ai mund të shkonte në shtëpi. Por kishte një problem. Apartamenti ku jetonin më parë ishte në katin e tretë pa ashensor. Arbeni nuk kishte kushte të ngjiste shkallët ende. Mirela, nëna Liria dhe Agimi u mblodhen për të diskutuar opsionet. Ishte Liria ajo që ofroi zgjidhjen, shtëpia e saj. Ishte një katëshe, me 3 dhoma, një obor të vogël prapa. Ajo jetonte vetëm që kur kishte mbetur edhe 5 vjet më parë. Kishte vend për të gjithë. Mirela hezitoi. Nuk donte ta mbingarkonte të ëmën. Por Liria ishte e prerë. Ju jeni familja ime. Kjo shtëpi ka qenë gjithmonë edhe e juaja. Dhe përveç kësaj do të më pëlqente shumë ta kisha mbesën time pranë çdo ditë. Shtëpia e nëna Liris ndodhej në lagjen Don Bosco, një zonë tradicionale e Tiranës me rrugë me pemë dhe shtëpi të vjetra. Shtëpia në vetvete ishte e thjeshtë, por komode, e lyer me të bardhë me detaje blu, me një verandë të vogël përpara ku Liria zakonisht ulej pas diteve. Dhoma kryesore u përshtat për Arbenin. Hoqën disa mobilje për të vendosur shufrat mbështetëse që i duheshin. Banja u pajis me shufra sigurie dhe një stol për dushin. Zhvendosja ndodhi një pasdite me diell tetori. Arbeni doli nga spitali me një karrocë me rrota, por kur arriti në shtëpinë e Liris, bëri çmos të hynte duke ecur. Bëri çdo hap me kujdes, duke u mbështetur te Mirela nga njëra anë dhe te Agimi nga tjetra. Kur kaloi pragun e derës, të gjithë duart trokitën. Jona kishte përgatitur një pankartë të shkruar me dorë, mirë se erdhe në shtëpi, babi. Arbeni shikoi rreth shtëpisë që tani do të ishte shtëpia e tij. Nuk ishte ajo që kishin planifikuar. Nuk ishte shtëpia me obor që ëndërronin të blinin. Por ishte shtëpi sepse njerëzit që donte ishin aty. Ai u ul në divanin e dhomës së ndenjes dhe për herë të parë në 7 muaj ndjeu diçka të ngjashme me normalitetin. Përshtatja me jetën në shtëpi ishte një sfidë tjetër. Në spital gjithçka ishte e strukturuar, e mbikëqyrur. Në shtëpi, Arbeni duhej të përballej me situata të përditshme që zbulonin kufizimet e tij. Kishte nevojë për ndihmë për t'u veshur, për të bërë dush, për detyra të thjeshta si të hapte një shishe apo të lidhte këpucët. Ishte poshtëruese, frustruese. Por Mirela dhe Jona kur nuk e bën të ndihej më pak për këtë. E ndihmonin me natyrshmëri, sikur të ishte gjëja më normale në botë. Rutina u vendos. Mirela u kthye në punë me orar të pjesshëm. Agimi, që kishte gjetur një punë si sanitar në një pallat aty pranë, rregulloi orarin e tij për të qëndruar me Arbenin gjatë ditës. Jona shkonte në shkollë dhe kthehej në orën e drekës, kur qëndronte me të atin ndërsa Agimi shkonte në punë.
Nëna Liria kujdesej për shtëpinë, gatuante, siguronte që të gjithë të hanin siç duhet. Ishte një orkestrim kompleks, por funksiononte. Arbeni vazhdonte me terapit intensive. 3 herë në javë, Agimi e çonte në seancat e fizioterapisë në spital. Valbona vazhdonte ta shtynte, duke vendosur objektiva gjithnjë e më ambicioz. Të ecte një blok pa ndaluar. Të ngjiste 3 shkallë. Të qëndronte në këmbë për 20 minuta rresht. Çdo objektiv i arritur festoi, çdo objektiv i humbur shndërrohej në motivim për përpjekjen e radhës. Jona vazhdoi me posterin e saj, tani të varur në murin e dhomës së teatrit. 4 orët e kuq shumoheshin. Ajo kishte vendosur një sistem ngjyrash, e kuqe për arritjet fizike, blu për arritjet kognitive, jeshile për arritjet emocionale. Posteri ishte bërë një hartë vizuale e rikuperimit të Arbenit. Natën, pas darkës, e gjithë familja mblidhej në dhomën e ndenjes. Bisedonin, shihnin televizor, luanin lojra të thjeshta ku Arbeni mund të merrte pjesë. Agimi filloi t'i mësonte Jonës të luante domino, të njëjtën lojë që luante me Arbenin kur ai ishte fëmijë. Arbeni vëzhgonte dhe pak nga pak, Mëria e vjetër i la vendin një pranimi të ri. Babai që e kishte braktisur nuk ishte i njëjti njeri që ishte aty tani, çdo ditë, duke ndihmuar, duke u përpjekur. Njerëzit ndryshonin. Falja nuk e fshinte të kaluarën, por hapte hapësirë për një të ardhme tjetër. Në nëntor, Arbeni doli nga logopedia. Të folurit ishte normalizuar pothuajse plotësisht. Disa fjalë ende dilnin të ngadalta kur ishte i lodhur, por në përgjithësi ishte e mundur të bisedoje me të pa vënë re ndryshime të mëdha. Ishte një fitore e rëndësishme. Në dhjetor, ai arriti të ngjiste një shkallë të plot për herë të parë. Ishte në shtëpinë e Zotit Petrit, ish shefit, i cili e kishte ftuar familjen për një drekë. Shtëpia kishte një kat të dytë dhe kur Arbeni pa shkallët, ndjeu frikën e vjetër. Por Jona i mbajti dorën dhe tha, i ngjitemi bashk, babi. Dhe u ngjitën. 18 shkallë. Arbenit ju desh të ndalonte 3 herë për të pushuar, por arriti në maj. Zoti Petrit, që vëzhgonte nga lart, e përqafoi fort. Mirë se u ktheve, djalë. Ishte në atë drekë që Zoti Petrit përsëriti atë që kishte thënë muaj më parë, kishte një vend për Arbenin në firmë. Jo në kantiere, ende jo, ndoshta kur më në funksionet që kërkonin sforcim fizik intensiv. Por në zyrë, duke ndihmuar me preventivet, me planifikimin, me mbikëqyrjen. Arbeni ishte inteligjent, kuptonte nga ndërtimi, kishte përvojë. Këto gjëra nuk zhdukeshin me dëmtimin cerebral. Arbeni falenderoi, i emocionuar. Ai kishte menduar se nuk do të mund të punonte më kurrë, se do të ishte i varur nga familja për gjithmonë. Oferta e Zotit Petrit nuk ishte lëmosh. Ishte njohje. Ishte një shans për të rikuperuar jo vetëm trupin, por dinjitetin, dobinë, qëllimin. Në janar të vitit pasues, Arbeni bëri vizitën e tij të parë në kantier. Jo për të punuar, vetëm për të vizituar. Kur arriti, ish kolegët e rrethuan. Genti, që kishte qenë aty ditën e aksidentit dhe që mbante fajqe atëherë, e përqafoi Arbenin dhe i kërkoi falje vazhdimisht. Arbeni e qetësoi. Nuk kishte qenë faji i askujt. Kishte qenë një aksident. Këto gjëra ndodhnin. Arbeni shikoi pallatin që po ndërtohej. Ishte ndryshe nga ai ku ishte aksidentuar, por thelbi ishte i njëjtë. Beton, hekur, punë e rëndë që shndërronte projektin në realitet. I mungoi puna, rutina, ndjesia e të ndërtuarit diçka me duart e veta. Por e dinte se ajo kohë kishte kaluar. Tani, ai do të ndërtonte në mënyra të tjera. Atë natë, në shtëpi, Arbeni bisedoi me Mirelën. Foli për ofertën e Zotit Petrit, për dëshirën për t'u kthyer në punë. Mirela e dëgjoi dhe buzëqeshi. Mendoj se je gati. Ke bërë kaq shumë, ke të i kaluar kaq shumë. Ky është vetëm një mal tjetër. Arbeni tundi kokën. Nuk është një mal, malet i kam ngjitur tashmë. Ky këtu është teren i rafshët. Dhe unë jam gati të eci në të. Dhe kështu, në shkurt, 9 muaj pas aksidentit, Arbeni filloi të punonte përsëri. Me orar të pjesshëm, në zyrën e firmës së ndërtimit. Mësoi të përdorte programet kompjuterike, studioi fletëllogaritjet, rishikoi projektet. Ishte ndryshe nga sa kishte bërë gjithë jetën, por ishte punë. Ishte kontribut.
Ishte rikuperim jo vetëm i trupit, por i identitetit. Jona festoi duke pikturuar katrorin e fundit të posterit me të kuqe. Ajo kishte vendosur se posteri do të ishte i plot vetëm kur babai të kthehej në punë. Dhe tani ishte. Ajo e vari posterin në murin e dhomës së ndenjes që të gjithë ta shihnin. Ishte një hartë e udhëtimit të tyre. Çdo katror ishte një betejë e fituar. Çdo ngjyrë ishte një fushë e jetës e rifituar. Arbeni shikoi atë poster dhe pa në të besimin e palkundur të një vajze 8 vjeçare që refuzoi të pranonte se babai i saj nuk do të kthehej. Pa gjithashtu vendosmërinë e një gruaje që mbajti peshën e gjithçkaje mbi supe. Pa pendimin e shndërruar në veprim të një babai mungesor që tani ishte i pranishëm. Pa bujarinë e një vjere që hapi shtëpinë dhe zemrën e saj. Pa solidaritetin e një komuniteti që u mobilizua. Pa, me pak fjalë, provën se mrekullit ndodhin. Jo ashtu si që imagjinojmë, jo si magji e menjëhershme. Por si rezultat i përpjekjes, dashurisë, besimit dhe refuzimit për t'u dorëzuar. Marsi solli shirat e parë të vjeshtës, ato rrebeshe të shpejta që bien mbi Tiranë pas ditëve të nxehta dhe e lën ajrin me erë toke të lagur. Në shtëpinë e nëna Liris, rutina ishte vendosur në një ritëm ngushëllues. Arbeni punonte me orar të pjesshëm në firmën e ndërtimit, kthehej në shtëpi në fillim të pasdites, bënte ushtrime fizioterapie, ndihmonte Jonën me detyrat e shtëpisë. Mirela kishte arritur të negocionte një orar më të mirë në supermarket. Agimi vizitonte rregullisht, zakonisht në fundjavë, kur e gjithë familja mblidhej për drekë. Jeta, nëse nuk ishte saktësisht siç kishte qenë para aksidentit, kishte gjetur një ekuilibër të ri. Por ishte pikërisht kur gjithçka dukej se po sistemohej që plasaritjet filluan të shfaqeshin. Dhe këtë herë, jo te Arbeni, por te Jona. Filloi me dhimbje koke. Jona ankohej për dhimbje kur zgjohej, dhimbje në mes të pasdites, dhimbje para se të flinte. Mirela mendoi se ishte sepse vajza kalonte shumë kohë para televizorit ose tabletit, kështu që kufizoi përdorimin e pajisjeve elektronike. Por dhimbjet vazhduan. Pastaj erdhën marramendjet. Jona po luante në obor kur pa pritur gjithçka u rrotullua dhe ju desh të ulej. Në shkollë, gjatë orës së edukimit fizik, u ndje keq dhe u dërgua në infermieri. Mirela dhe Arbeni filluan të shqetësoheshin. E quan Jonën te pediatri, Dra Agroni, i cili e ndiqte që foshnjë. Ai i bëri analiza gjaku, i kontrolloi tensionin, i ekzaminoi sytë. Gjithçka normale. Sugjeroi se mund të ishte thjesht rritja, ndryshimet hormonale, trupi i Jonës që hynte në paraadoleshencë. Rekomandoi të vëzhgonin për disa javë të tjera. Por javët kaluan dhe simptomat u përkeqësuan. Jona filloi të kishte dobësi në këmbë. Disa herë, pa arsye të dukshme, këmbët e saj thjesht lëshonin dhe ajo rrëzohej. Nuk i binte të fikët, por ishte sikur trupi refuzonte ta mbante. Mirela filloi të kishte kriza paniku. Nuk mund të ndodhte përsëri. Jo me të bien. Jo pas gjithçkaje që kishin kaluar. Arbeni përpiqej të ruante qetësinë, por brenda ishte i tmerruar. Ai e dinte më mirë se kushdo se çdo të thoshte të lëshonte trupi pa e kuptuar pse. Ideja që Jona të kalonte diçka të ngjashme ishte e padurueshme. Ata u kthyen te Dra Agroni, i cili këtë herë u shqetësua më shumë. Kërkoi analiza më specifike, rezonancë magnetike, elektroencefalogram, ekzaminime të plota neurologjike. Dita kur shkuan për të marrë rezultatet ishte një nga më të vështirat që Mirela kishte jetuar që nga aksidenti i Arbenit. Ajo dhe Arbeni u ulën në zyrën e Dra Agronit, duart të ndërthurura, duke pritur më të keqen. Mjeku vendosi ekzaminimet mbi tavolinë, një nga një. Dhe atëherë tha fjalët që ata donin më shumë të dëgjonin, gjithçka normale. Nuk kishte dëmtime cerebrale, nuk kishte tumore, nuk kishte asgjë të gabuar neurologjikisht me Jonën. Mirela filloi të qante nga lehtësimi. Arbeni lëshoi ajrin që as nuk e dinte se po e mbante. Por atëherë Dra Agroni vazhdoi. Vetëm sepse nuk kishte asgjë fizikisht të gabuar nuk do të thoshte se nuk kishte asgjë të gabuar. Simptomat e Jonës ishin reale. Ajo nuk po shpikte apo shtirej. Kishte diçka që shkaktonte ato manifestime fizike. Dhe ai besonte se e dinte se çfarë. Dra Agroni shpjegoi se kishte diskutuar rastin me një kolege, Dra Anila Koci, psikologe fëmijësh. E specializuar në trauma.
Dhe të dy ishin dakord se Jona po shfaqte simptoma klasike të stresit post-traumatik. Dhimbjet e kokës, marramendjet, dobësitë, gjithçka ishte manifestim fizik i një ngarkese emocionale që ishte shtypur për muaj të tërë. Mirela mbeti e hutuar. Stres post-traumatik. Jona nuk kishte qenë viktima e aksidentit. Nuk kishte qenë në terapi intensive. Si mund të kishte trauma? Dura Agroni ishte i butë, por i drejt për drejt. Jona kishte përjetuar traumën e të parit të atin në prag të humbjes. Kishte marrë një përgjegjësi emocionale të madhe duke u bërë në një farë mënyre speranca e shpresës së familjes. Për muaj të tërë, ndërsa të gjithë rreth saj ishin në dëshpërim, ajo ishte mbajtur e fortë, pozitive, e sigurt. Por kjo forcë kishte një çmim. Dhe tani që kriza kishte kaluar, që babai ishte më mirë, trupi i saj po kërkonte llogari. Arbeni dëgjoi këtë dhe ndjeu zemrën t'i coptohej. Luftëtarja e tij e vogël, siç e quante ai, ishte lënduar duke e shpëtuar atë. Ndërsa ai luftonte për t'u kthyer, ajo ishte raskapitur duke mbajtur gjallë besimin e të gjithëve. Ishte një zbulim shkatërues dhe në të njëjtën kohë plot me një logjik të dhimbshme. Ai shikoi Mirelën, pa lotët e saj, dhe e dinte se ajo po ndjente të njëjtën gjë. Dura Agroni rekomandoi që Jona të fillonte ndjekjen me Dura Anilën sa më shpejt të ishte e mundur. Gjithashtu sugjeroi që e gjithë familja të merrte pjesë në disa seanca, sepse trauma rrallë prek vetëm një person në izolim. Prek të gjithë sistemin familjar. Të nesërmen, Jona pati konsultën e saj të parë me Dura Anilën. Psikologjia ishte një grua rreth të 40-tave, me një zyrë të dekoruar në mënyrë mikpritëse, me jastëk me ngjyra, lodra, libra fëmijësh të shpërndarë nëpër rafte. Ajo e priti Jonën me një buzëqeshje të ngrohtë dhe, ndryshe nga mjekët e tjerë, nuk filloi duke bërë pyetje për simptoma. Ajo pyeti për gjëra të zakonshme, çfarë i pëlqente Jonës të bënte, cila ishte lënda e saj e preferuar në shkollë, nëse kishte miq të afërt. Jona, natyrshëm dyshuese në fillim, filloi të hapej. Dura Anila kishte një mënyrë për të bërë pyetje që nuk dukej si marrje në pyetje, por si bisedë. Pak nga pak, ajo e drejtoi dialogun drejt periudhës së aksidentit të atit. Si ishte ndjerë Jona? Çfarë mbante mend? Nga çfarë kishte më shumë frikë? Dhe ishte aty, në atë zyrë mikpritëse, që Jona më në fund lejoi që emocionet që i kishte mbajtur për kaq shumë kohë të dilnin në sipërfaqe. Ajo tregoi, mes dënesash, se kishte frikë të flinte sepse mendonte se nëse pushonte së menduari për të atin, ai do të vdiste. Se çdo natë, para se të mbyllte syt, lutej dhe kërkonte të zgjohej dhe ai të ishte ende gjallë. Se në spital, kur fliste me të atin gjithë ato ditë, nuk ishte vetëm sepse besonte se ai do të zgjohej. Ishte sepse kishte frikë se nëse pushonte së foluri, ai do të ikte përgjithmonë. Dura Anila dëgjoi gjithçka me vëmendje të dhëmbshur. Më pas, i shpjegoi Jonës diçka që askush nuk ja kishte shpjeguar ende, nuk ishte përgjegjësia e saj të shpëtonte të atin. Babai ishte shpëtuar me ndihmën e mjekëve, fizioterapistëve, me përpjekjen e tij. Dashuria e Jonës kishte qenë e rëndësishme, por rezultati nuk varei prej saj. Ajo nuk duhej ta mbante atë peshë. Kurrë nuk duhej. Jona e shikoi psikologen me shprehje të hutuar. Por nëse unë nuk do të kisha besuar, nëse nuk do të kisha folur me të çdo ditë, ai do të ishte zgjuar. Dura Anila ishte e kujdesshme me përgjigjen. Unë mendoj se ti ndihmove, Jona. Mendoj se dashuria jote bëri ndryshim. Por nuk ishte puna jote të garantoje se ai do të mbijetonte. Kjo ishte puna e mjekëve dhe puna e vetë trupit të babait tënd. Ti je një fëmijë. Dhe fëmijët nuk duhet të shpëtojnë prindërit e tyre. Fëmijët duhet të jenë në gjendje të jenë fëmijë. Ishte sikur një digë të qahej. Jona qau siç nuk kishte qarë që nga dita e aksidentit. Qau gjithë përgjegjësinë që kishte vënë mbi veten. Gjithë frikën që kishte fshehur. Gjithë forcën që kishte shtirur se e kishte kur në të vërtet ishte e tmerruar. Dura Anila e la të qante, duke ofruar vetëm prani dhe mirëkuptim. Seancat u bën pjesë e rutinës së Jonës. 2 herë në javë, pas shkollës, Mirela e çonte në zyrë. Në fillim, Jona rezistonte. Thonte se ishte mirë, se nuk kishte nevojë për ndihmë. Por Dura Anila kishte një mënyrë për ta bërë të shihte se të kërkojë ndihmë nuk ishte dobësi, ishte guxim. Se të kujdeseshe për mendjen ishte po aq e rëndësishme sa të kujdeseshe për trupin.
Paralelisht, Jona filloi trajtim me ilaçe të lehta për migrenën dhe për të ndihmuar me ankthin. Pediatri dhe psikologjia punuan së bashku duke monitoruar nga afër. Në 2 javë, simptomat fizike filluan të zvogëloheshin. Dhimbjet e kokës u bën më të rralla. Marramendjet ndaluan. Dobësia në këmbë u zhduk. Trupi i Jonës, më në fund i lehtësuar nga pesha emocionale, filloi të funksiononte normalisht përsëri. Por shërimi i vërtet po ndodhte në seancat me Anilën. Jona mësoi të fliste për frikërat e saj. Mësoi se nuk ishte gabim të kishte ndjenja të vështira. Mësoi teknika për kur ankthi të kthehej, frymëmarrje, vëmendje e plot, mënyra për të qetësuar mendjen. Dhe më e rëndësishmja, mësoi se nuk duhej të ishte e fortë gjatë gjithë kohës. Se ishte e lejuar të ishe e brishtë. Se të kërkojë ndihmë nuk ishte dështim. Mirela dhe Arbeni gjithashtu morën pjesë në disa seanca terapie familjare. Ishte e vështirë për të dy të kuptonin se, pa dashje, e kishin vënë Jonën në një pozicion që nuk duhej të ishte. Mirela pranoi se, në momentet më dëshpëruese, ishte mbështetur tepër te e bija, kishte kërkuar forcë në besimin e saj kur duhej ta mbronte nga realiteti brutal. Arbeni pranoi se, edhe pa e kuptuar, e kishte bërë Jonën spirancën e tij kryesore, dhe kjo ishte një peshë shumë e madhe për një fëmijë për ta mbajtur. Anila i ndihmoi të kuptonin se nuk kishin bërë asgjë nga këto me qëllim të keq. Po i mbjetonin një krize. Po bënin më të mirën që mundnin në ato rrethana. Por tani, me krizën e kaluar, ishte koha për të riorganizuar. Për të kujtuar se Jona ishte fëmijë dhe se duhej të ishte në gjendje të kthehej të ishte fëmijë i vërtetë. Nëna Liria, e cila mori pjesë në një nga seancat, ofroi mençurinë e gjyshes. Fëmijët janë më të fortë se sa mendojmë. Por edhe më i forti ka nevojë për tokë të fortë nën këmbë. Ne, të rriturit, jemi ajo tokë. Nuk mund t'u kërkojmë atyre të na mbajnë ne. Agimi, i cili gjithashtu u ftua në një seancë, ndau fajin e tij. Ai pranoi se kishte dështuar si kjo tokë e fortë për Arbenin kur ai ishte fëmijë. Dhe se ndoshta, në mënyrë të pandërgjegjshme, po përpiqej të kompensonte duke u kujdesur për Jonën tani. Anila e ndihmoi të shihte se kjo ishte e natyrshme, por se e rëndësishme ishte të ishe i pranishëm në mënyrën e duhur, jo si dikush në borxh, por si dikush që thjesht do javët e prillit dhe majit ishin të shërimit emocional për të gjithë familjen. Jona u kthye të luante me shoqet pa tensionin e vazhdueshëm që kishte mbajtur. Filloi të interesohej për gjëra fëmijësh përsëri, filma vizatimor, lojra, biseda pa kuptim. Mirela mësoi të kujdesej më mirë për veten, të mos mbingarkohej, të pranonte ndihmë kur i ofrohej. Arbeni vazhdoi rikuperimin e tij fizik, por gjithashtu punoi në rikuperimin e tij emocional, duke u përballur me fajin e të qenit shkaktari i pavullnetshëm i kaq shumë vuajtjeve të familjes. Ishte në fillim të qershorit, kur po afrohej për vjetori i parë i aksidentit, që Jona pati një ide. Ajo kishte ruajtur gjatë gjithë asaj periudhe foto, vizatime, shënime, regjistrime të çdo momenti të rëndësishëm të udhëtimit. Kishte foto të posterit që kishte bërë duke shënuar arritjet e të atit. Kishte vizatime që i kishte dhënë atij në spital. Kishte bileta që kishte shkruar. Kishte madje edhe disa foto që infermierët dhe fizioterapistët kishin bërë në momentet domethënëse. Jona vendosi se donte t'i shndërronte të gjitha këto në një album. Një regjistër i plot i udhëtimit që kishin përshkuar si familje. Jo vetëm i vuajtjes, por kryesisht i fitoreve. Se si kishin përballuar të pamundurën dhe kishin fituar së bashku. Mirela e ndihmoi. Blen një album të madh me faqe të trasha. Për 2 javë, Jona organizoi gjithçka kronologjikisht. Buri foto nga spitali, nga periudha e rehabilitimit, nga hapat e parë të teatrit, nga dita kur ai u kthye në punë. Shkroi legjenda për çdo foto. Ngjiti vizatimet. Transkriptoi pjesë nga ditari që kishte mbajtur. Ishte një projekt që i mori të gjitha pasditet, por ajo ishte e vendosur ta përfundonte para përvjetorit të parë. Në ditën e fundit të punës në album, Jona shkroi një mesazh në kapakun e pasmë. Nuk ja tregoi askujt, tha se ishte surprizë. Mirela e respektoi. Por pa që e bija qante ndërsa shkruante dhe të qaje tani, pas kaq shumë terapie, nuk ishte më diçka shqetësuese. Ishte thjesht emocion, njerëzor dhe i shëndetshëm. Dita e përvjetorit të parë të aksidentit ra të martën, 23 qershor.
Familja kishte diskutuar nëse duhej ta shënonin datën dhe vendosën se po. Jo si vajtim, por si festë. Festë për të kaluar luginën më të errët dhe për të dalë në anën tjetër, së bashku dhe të plodhë. Nëna Liria përgatiti një drekë të veçantë. Agimi solli një tortë që e kishte porositur në një pastiçeri. Thirrën Teutën, infermieren që kishte qenë kaq e rëndësishme gjatë ditëve në spital. Thirrën Valbonën, fizioterapisten. Thirrën Dur Ilirin, i cili kishte nisur protokollin e stimulimit. Thirrën Dur Anilën, e cila e kishte ndihmuar Jonën të shërohej emocionalisht. Ishte një festë e vogël, por plot kuptim. Kur të gjithë ishin mbledhur në dhomën e ndenjes, Jona kërkoi vëmendje. Ajo ishte nervoze, Mirela mund ta shihte këtë. Por ishte gjithashtu e vendosur. Vajza shkoi në dhomë dhe u kthye me albumin të mbështjellë me letër me ngjyra. Ja dorëzoi Arbenit. Arbeni e hapi ngadalë, sikur të kishte frikë se përmbajtja do të zhdukej nëse nuk ishte i kujdesshëm. Kur pa faqen e parë, filloi të qante. Ishte një foto e tij në kantierin e ndërtimit, e bërë pak ditë para aksidentit. Ai po buzëqeshte, me helmetën e verdhë në kokë, dielli i fortë i marsit i ndriçonte fytyrën. Poshtë, Jona kishte shkruar, përpara. Kur jeta ishte e thjeshtë. Faqet në vijim tregonin të gjithë historinë. Aksidenti, përmes vizatimeve që Jona kishte bërë. Spitali, me foto të fshehta që ajo u kishte kërkuar njerëzve t'i bënin. Koma, e përfaqësuar nga një seri biletash që ajo i kishte lënë në komodinën e teatrit, të gjitha duke thënë ktheu tek unë. Protokolli i stimulimit me foto të Jonës duke biseduar me teatrin e pandërgjegjshëm. Zgjimi me një foto të turbullt që Mirela kishte bërë në momentin kur Arbeni hapi syt për herë të parë. Më pas vinin fotot e rehabilitimit. Arbeni në shufrat paralele, fytyra e shtrembëruar nga sforcimi. Arbeni duke bërë hapat e parë vetëm. Arbeni duke ngjitur shkallët. Arbeni duke hyrë në firmën e ndërtimit në ditën e parë të kthimit në punë. Çdo arritje e dokumentuar, çdo moment fitoreje i ruajtur. Por nuk ishte vetëm për Arbenin. Kishte foto të Mirelës, e raskapitur por e vendosur, duke fjetur në një karrige pranë shtratit të tij. Kishte foto të nëna Liris, duke gatuar në kuzhinën e spitalit për të siguruar që familja të hante. Kishte një foto të Agimit, ulur në dhomën e pritjes, kokën në duar, një imazh pendimi dhe shprese të përzier. Kishte foto të Teutës, gjithmonë e pranishme, gjithmonë duke u kujdesur. Të Valbonës, duke e shtyr Arbenin përtej asaj që ai mendonte se mundej. Dhe kishte foto të Jonës. Jona duke folur me teatrin në spital. Jona duke treguar posterin e arritjeve. Jona duke përqafuar teatrin kur ai u zgjua. Jona pranë tij në fizioterapi. Jona duke i mbajtur dorën ndërsa ai bënte hapat e parë. Udhëtimi i saj gjithashtu ishte i dokumentuar. Arbeni kthente faqet ngadalë duke qarë pa pushim. Mirela qante pranë tij. Nëna Liria fshinte syt me përparsen. Agimi ishte larguar në një cep, tepër i emocionuar për të folur. Të ftuarit vëzhgonin në heshtje respektuese. Në faqen e fundit të albumit kishte një foto të kohëve të fundit të gjithë familjes të mbledhur në oborin e shtëpisë së nëna Liris. Arbeni, Mirela, Jona, Liria, Agimi. Të gjithë duke buzëqeshur, krahët të ndërthurur. Poshtë, Jona kishte shkruar një mesazh. Më pas. Ne fituam së bashku. Unë mësova se nuk kemi nevojë për mrekulli kur kemi dashuri. Mësova se familja nuk është të jesh i përsosur, është të mos dorëzohesh. Mësova se babai mund të rrëzohet dhe vajza mund të ndihmojë për ta ngritur, dhe kjo nuk do të thotë se vajza duhet të ishte tepër e fortë. Do të thotë vetëm se ne e duam njëri tjetrin. Faleminderit që u kthyet. Faleminderit që më mësuat se ne gjithmonë do të luftojmë për njëri tjetrin. Sepse familjet si kjo jo vetëm që përballen me të pamundurën, ato fitojnë. Arbeni i lexoi ato fjalë dhe nuk mundi të përmbahej më. Ai e tërhoqi Jonën në një përqafim të fortë dhe Mirela i u bashkua atyre. Menjëherë pas, nëna Liria dhe madje edhe Agimi ishin në përqafim. Ishte një moment katarsisi, çlirimi, njohje e të gjithçkaje që kishin kaluar dhe të gjithçkaje që kishin arritur. Kur më në fund u ndan, Arbeni shikoi çdo person në atë dhomë. Teutën, e cila ishte kujdesur për të kur ai ishte vetëm një pacient tjetër.
Dër Ilirin, i cili kishte besuar se ja vlente të provojë kur të tjerët ishin dorëzuar. Valbonën, e cila e kishte shtyr trupin e tij përtej kufive për ta kthyer. Dër Anilën, e cila kishte shëruar të bien nga plagët e padukshme që kriza kishte lënë. Dhe familjen e tij, Mirelën, e cila kishte qenë shkëmbi i tij kur ai ishte i humbur. Jonën, e cila kishte qenë drita e tij në errësirë. Lirin, e cila kishte ofruar shtëpi kur ata nuk kishin ku të shkonin. Dhe Agimin, i cili kishte shndërruar pendimin në shpengim. Arbeni fshiu sytë dhe foli, zëri ende i dridhur, por i prerë, unë vdiqa në atë kantier. Zemra ime ndaloi. Unë po ikja. Dhe ju më sollët përsëri. Nuk e di nëse ishte mjekësia, nëse ishte mrekulli, nëse ishte thjesht këmbëngulja juaj për të mos më lënë të ikja. Me siguri ishte gjithçka së bashku. Por unë di një gjë, nuk mbijetova vetëm. Dhe nuk është vetëm trupi im që u shpëtua. Ishte shpirti im, familja ime, e ardhmja ime. Ju më dhatë një shans të dytë. Dhe unë premtoj se do ta përdor çdo ditë të këtij shansi të dytë për të nderuar atë që bëte për mua. Mirela i kapi dorën. Ne nuk e bëm vetëm gjithashtu. Ne të gjithë e shpëtuam njëri tjetrin. Njëri mbajti tjetrin. Dhe kjo na solli deri këtu. Jona, atëherë, e plotësoi me mençurinë që kishte fituar përmes vuajtjes dhe shërimit, dhe ne do të vazhdojmë ta mbajmë njëri tjetrin. Sepse këtë bëjnë familjet. Pavarësisht se çfarë vjen, ne do ta përballojmë së bashku. Agimi, i cili kishte qëndruar i heshtur deri atëherë, më në fund foli. Shikoj Arbenin. Unë humba 12 vjet të jetës tënde. Nuk mund ta kthej atë kohë. Por mund të jem i pranishëm nga tani e tutje. Nëse më lejon. Arbeni shikoi të atin. Kishte ende mbetje mërie, me siguri gjithmonë do të kishte. Por kishte gjithashtu falje, mirëkuptim se njerëzit janë kompleks, se gabojnë, por se mund të ndryshojnë. Të lejoj. Sepse familja nuk është për të kaluarën. Është për të tashmen dhe të ardhmen që ndërtojmë së bashku. Nëna Liria, gjithmonë matriarkja e heshtur, por e fortë, i shikoi të gjithë dhe tha, kjo shtëpi ishte shumë e madhe dhe shumë e zbrazët para se të vinit ju. Tani është shtëpi. Dhe shtëpia nuk matet me metra katror. Matet me dashuri, me prani, me momente si ky. Dreka që pasoi ishte e gëzueshme. Biseduan, qeshën, kujtuan momentet e udhëtimit që tani, me distancë, mund të rishikoheshin pa aq shumë dhimbje. Teuta tregoi histori qesharake nga spitali. Valbona ndau sekrete se si ajo në të vërtetë mendonte se Arbeni nuk do të ecte përsëri, por kur nuk e la ta kuptonte. Dër Iliri foli për artikullin që kishte publikuar për rastin, i cili po gjeneronte interes në komunitetin mjekësor për rolin e mbështetjes emocionale në rikuperimin neurologjik. Dër Anila e lavdëroi Jonën për guximin e saj për të kërkuar ndihmë dhe për të bërë punën e vështirë të shërimit emocional. Pas dite, kur të ftuarit tashmë kishin ikur, familja mbeti e mbledhur në dhomën e ndenjes. Albumi ishte i hapur në tavolinën e mesit, i hapur në faqen e fundit, në foton e të gjithëve së bashku. Jona ishte shtrirë në divan, kokën në prerin e Mirelës, këmbët në prerin e të atit. Nëna Liria bënte pundore në një koltuk, lëvizja ritmike e shtizave krijonte një melodi të vetën. Agimi luante domino vetëm në tavolinën e ngrënies, një prani e qetë dhe e mirë pritur. Arbeni shikoi përreth dhe ndiu një mirënjohje të thellë. Jo mirënjohje vetëm për të qenit gjallë, por mirënjohje për udhëtimin. Sepse udhëtimi i kishte transformuar të gjithë. Kishte zbuluar forca që nuk e dinin se i kishin. Kishte bashkuar familjen në mënyra që jeta normale nuk do t'i kishte bërë kurrë. Kishte sjell Agimin përsëri. I kishte mësuar Jonës se ishte më e fortë se sa imagjinonte, por se ishte gjithashtu e lejuar të ishe e brishtë. I kishte provuar Mirelës se ishte e aftë të duronte të padurueshmen dhe ende të dilte e plot nga ana tjetër. I kishte mësuar të gjithëve se mrekullit nuk janë ngjarje magjike që ndodhin pa përpjekje, por rezultati i punës së palodhur, besimit të palëkundur dhe refuzimit absolut për t'u dorëzuar. Jona, gjysmë e përgjumur në prerin e së-ëmës, murmuriti, babi, mund të pyes diçka? Arbeni i përkëdheli këmbët. Sigurisht, dashuria ime. Ti mban mend diçka nga koha kur ishe në kom? Nga kur unë flisja me ty? Arbeni qëndroi në heshtje për një moment.
Ishte një pyetje që e kishte shmangur t'i përgjigjej deri atëherë, sepse e vërteta ishte komplekse. Nuk mbaj mend fjalë specifike. Nuk mbaj mend biseda. Por mbaj mend ndjesi. Ngrohtësie. Sigurie. Të dija, edhe pa e ditur, se nuk isha vetëm. Ishte si të ishe në një vend shumë të errët dhe shumë të ftohtë, por të ndjeje një fije të hollë drite dhe ngrohtësie që më tërhiqte përsëri. Mendoj se ajo fije ishe ti. Jona buzëqeshi, e kënaqur. Atëherë funksionoi. E dija. Mirela e puthi në majë të kokës së bijës. Gjithmonë funksionoi dashuria ime. Gjithmonë funksionoi. Atë natë, pasi Jona kishte shkuar të flinte dhe shtëpia ishte e qetë, Arbeni dhe Mirela qëndruan në verandën e përparme. Ajri ishte i freskët, qielli plot me yje. Arbeni, i cili tani mund të qëndronte në këmbë për periudha të gjata pa u lodhur, qëndroi aty, i mbështetur në parmakët e verandës, duke shikuar rrugën e qetë. Mirela u afrua, qëndroi pranë tij. Për çfarë po mendon? Arbeni pshërtiu. Se si ndryshoi gjithçka. Një vit më parë, unë po ngjitesha në atë kantier, duke menduar se si mungonin vetëm 6 muaj që të kishim para të mjaftueshme për paradhënien e shtëpisë. Duke menduar se si do të bëja një festë surprizë për ditëlindjen tënde. Duke menduar për gjëra normale, të përditshme. Dhe atëherë gjithçka ndryshoi në një sekondë. Mirela pohoi me kokë. Ndryshoi. Por jo vetëm për keq. Arbeni e shikoi, i habitur. Jo vetëm për keq. Mirela i zgjodhi fjalët me kujdes. Natyrisht që do të jepja gjithçka që ai aksident të mos kishte ndodhur kurrë. Që ti të mos kishe vuajtur, që Jona të mos kishte mbajtur atë peshë, që unë të mos kisha jetuar ata muaj të merri. Por ndodhi. Dhe ne e kaluam. Dhe në proces, ne zbuluam gjëra. Zbuluam se jemi më të fortë se sa mendonim. Zbuluam se ka njerëz që kujdesen më shumë se sa imagjinonim. Solli baban tënd përsëri. I mësoi Jonës mësime për qëndrueshmërinë dhe për të kërkuar ndihmë që do t'i shërbejnë gjithë jetën. Na mësoi të mos marrim asgjë si të mirëqen. Arbeni i kapi dorën. Po thua se ja vleti? Mirela tundi kokën shpejt. Jo. Nuk po e them këtë. Por po them se ne e transformuam një tragjedi në diçka që gjithashtu kishte bukuri. Sepse ne zgjodhëm ta bënim këtë. Mund të ishim dorëzuar. Mund të ishim shpërbër. Por ne zgjodhëm të luftonim. Dhe unë jam mirënjohëse që të kam këtu, edhe pse ndryshe nga sa ishe, edhe pse udhëtimi ka qenë më i vështirë i jetës sonë. Arbeni e përqafoi. Edhe unë jam mirënjohës. Për ty, për Jonën, për të gjithë. Dhe unë premtoj se do të shfrytëzoj çdo ditë që më është dhënë përsëri. Ata qëndruan aty për pak kohë, të përqafuar në yje, dy të mbijetuar të një stuhje që gati i shkatërroi, por që në fund vetëm zbuloi se sa të pathyeshëm ishin kur ishin bashkë. Javën pasuese, Arbeni dhe Mirela filluan të kërkonin një shtëpi. Jo një shtëpi të madhe apo luksoze, por diçka që të ishte e tyre. Mendimën financiare që Agimi kishte dhënë përmes shitjes së apartamentit, plus paratë që kishin filluar të mblidhnin përsëri që kur Arbeni u kthye në punë, plus një kredi të vogël nga banka, ata do t'ia dilnin. Nuk do të ishte shtëpia me obor të madh që kishin ndërruar fillimisht. Do të ishte më e vogël, më e thjeshtë. Por do të ishte e tyre. Jona, kur e mori vesh, u entuziazmua. I kishte pëlqyer shumë të jetonte me gjyshen Liria, por ideja për të pasur një shtëpi që ishte vetëm e familjes së saj ishte emocionuese. Filloi të bënte plane se si do të ishte dhoma e saj, çfarë ngjyre do të lyenin muret, ku do ta vendosnin albumin që kishte bërë. Gjetën një shtëpi në Gusht, në lagjen Laprak, jo shumë larg shtëpisë së nëna Liris. Ishte një shtëpi një katëshe, siç duhej të ishte për shkak të kufizimeve fizike të Arbenit, me 2 dhoma, një dhomë të vogël ndenjeje, kuzhinë dhe një obor të vogël prapa që mezi zinte një skar, por që për ta ishte perfekt. Kishte nevojë për rinovime, por asgjë që nuk mund ta bënin pak nga pak. Zhvendosja ndodhi në shtator. Ishte një proces i gëzueshëm dhe kaotik. Agimi ndihmoi me gjithçka, duke mbajtur kuti, duke montuar mobilje. Nëna Liria solli disa gjëra nga shtëpia e saj që e dinte se familja do të kishte nevojë. Fqinjet e rinj, kur e morën vesh historinë përmes gazetës lokale që kishte bërë artikullin muaj më parë, u shfaqën për të ndihmuar.
Në ditën e parë në shtëpinë e re, pasi gjithçka ishte minimalisht e organizuar, familja u ul në dyshemen e dhomës së ndenjes së zbrazët. Jona shikoi përreth me një buzëqeshje të madhe. Është e vogël, por është e Jona. Arbeni qeshi. Është perfekte pikërisht sepse është e Jona. Mirela ra dakord. Do të krijojmë shumë kujtime këtu. Dhe krijuan. Në muajt që pasuan, ajo shtëpi e vogël në Laprak u mbush me jetë, me të qeshura, me darka familjare, me diskutime pa kuptim se kush do të lante enët, me net filmi në dhomën e ndenjes, me pasdite me Jonën duke bërë detyrat në tavolinën e kuzhinës, ndërsa Arbeni e ndihmonte me matematikë. Jetë normale, e përditshme, e çmuar pikërisht për normalitetin e saj. Jona vazhdoi me terapin, por tani në një frekuencë më të ulët. Dura Anila tha se ajo kishte bërë një punë të shkëlqyer dhe se ishte gati të ecte përpara, duke e ditur se nëse do të kishte nevojë, mund të kthehej gjithmonë. Vajza ishte pjekur gjatë gjithë procesit. Nuk e kishte humbur aftësinë për të qenë fëmijë, por kishte fituar një thellësi emocionale të rrallë për moshën e saj. Dinte të fliste për ndjenjat e saj. Dinte të kërkonte ndihmë. Dinte të njihte kur po mbi ngarkohej. Ishin mjete që do t'i shërbenin gjithë jetën. Arbeni vazhdoi në firmën e ndërtimit duke provuar çdo ditë se kishte vlerë përtej forcës fizike. Zoti Petrit shpesh thoshte se ishte një nga vendimet më të mira që kishte marrë, duke e sjellë në zyrë. Arbeni kishte një perspektivë unike, i kuptonte punëtorët sepse kishte qenë një prej tyre, i kuptonte kantierët sepse kishte jetuar në to, ishte një urë e vlefshme mes administratës dhe kantierit. Mirela, më në fund me financat më të qëndrueshme, arriti të reduktonte orarin në supermarket dhe filloi një kurs teknik kontabiliteti. Ishte një ëndër e vjetër që e kishte lënë në sirtar kur lindi Jona. Tani, me jetën më të organizuar, ishte koha të rikuperonte edhe ëndrat e veta. Agimi bleu një shtëpi të thjesht pranë familjes. Asgjë e madhe, por ishte e tija. Dhe çdo të premte, ai darkonte me Arbenin, Mirelën dhe Jonën. Marrëdhënia mes babait dhe birit nuk do të ishte kur pa plagë. Kishte momente kur mëritë e vjetra dilnin në sipërfaqe. Por kishte gjithashtu momente lidhjeje të sinqertë, të qeshurash të përbashkëta, heshtjesh komode. Po ndërtonin një marrëdhënie të re, jo duke u përpjekur të rikuperonin të vjetrën. Dhe ndoshta kjo ishte edhe më mirë. Nëna Liria, me shtëpinë përsëri të zbrazët, por zemrën plot, rifilloi aktivitetet e saj në kishë, në grupin e moshës së tretë, në kurset e artizanatit. Por gjithmonë i rezervonte të diellat për të drekuar me familjen në shtëpinë e re. Ishin dreka të zhurmshme, të gëzueshme, plot me ushqim të mirë dhe shoqëri më të mirë. Dhe kështu jeta vazhdoi. Jo e përsosur, sepse jeta nuk është kur e përsosur. Kishte fatura për të paguar, ditë të vështira, diskutime të vogla, shqetësime të zakonshme. Por kishte gjithashtu dashuri, prani, mirënjohje për çdo ditë të zakonshme dhe të çmuar. 2 vjet pas aksidentit, një mëngjes të martë, Arbeni u zgjua herët. Mirela ende flinte pranë, Jona ende ishte në shtratin e saj. Ai u ngrit, shkoi në oborin e vogël, thithi ajrin e freskët të mëngjesit. Lëvizjet e tij ishin ende pak më të ngadalta se para aksidentit dhe me siguri gjithmonë do të ishin. Por funksiononin. Ai funksiononte. Ishte gjallë, i plot, i pranishëm. Arbeni mendoi për gjithçka që kishte ndodhur. Aksidenti që gati e vrau. Muajt e humbur në kom. Lufta brutale e rikuperimit. Humbja gati e së bijës nga një lloj tjetër traume. Pajtimi i pamundur me të atin. Zbulimi i një komuniteti që kujdesej. Mësimet për forcën, besimin, familjen. Dhe kuptoi diçka themelore, ai nuk ishte kthyer në të njëjtën jetë që kishte më parë. Ishte kthyer në një jetë të re, të ndërtuar mbi hirin e së vjetrës. Dhe kjo jetë e re, me të gjitha papërsosmëritë dhe plagët e saj, ishte më e pasur, më e thellë, më kuptimplodh. Arbeni shikoi qiellin që fillonte të zbardhej, dritat e para të ditës që ngjyrosnin rreth me rozë dhe të artë, dhe përshpëriti një lutje mirënjohjeje. Jo pse nuk kishte vdekur në atë kantier, megjithse ishte mirënjohës edhe për këtë. Por për gjithçka që erdhi më pas. Për udhëtimin që familja e tij kishte përshkuar. Për njerëzit që kishin gjetur në rrugë. Për mësimet që kishin mësuar. Sepse në fund, ndoshta mësimi më i madh i të gjithëve ishte ky:
Jeta nuk matet me momentet e përsosura, por me mënyrën se si u përgjigjemi momenteve të papërsosura. Nuk matet duke mos u rrëzuar kurrë, por me sa herë ngrihemi. Nuk matet duke mos ndjerë kurrë frikë, por duke pasur guxim pavarësisht frikës. Dhe nuk matet duke qenë vetëm, por duke ndërtuar një rrjet dashurie aq të fortë sa të na mbajë kur rrëzohemi. Arbeni u kthye brenda, u shtri përsëri pranë Mirelës, e cila u struk tek ai ende duke fjetur. Pas pak orësh, Jona do të zgjohej, do të vraponte në kuzhinë duke folur pa pushim, siç bënte zakonisht. Do të hanin mëngjes së bashku. Ai do të shkonte në punë. Mirela në kurs. Jona në shkollë. Edhe një ditë e zakonshme, e përditshme, absolutisht e çmuar. Dhe në fund të asaj dite, kur të gjithë të mblidheshin përsëri në shtëpi, do të ndanin fitoret dhe frustrimet e vogla të përditshme. Sepse këtë bënin familjet. Jo vetëm në momentet e krizës, por veçanërisht në momentet e zakonshme. Ato qëndronin të bashkuara. Ato e mbanin njëra tjetrën. Ato e donin njëra tjetrën. Sepse familjet si kjo, që përballuan të pamundurën dhe fituan, e dinë se nuk është vetëm të mbjetosh stuhil. Është të mësosh të kërcesh në shi. Është të shndërrosh plagët në forcë. Është të ndërtosh diçka të bukur nga rënoja. Është të mos dorëzohesh kurrë, asnjëherë, nga njëri tjetri. Ne gjithmonë do të luftojmë për njëri tjetrin. Kjo frazë që Jona kishte thënë atë ditë, një vit më parë, ishte bërë motoja e familjes. Nuk ishte vetëm një frazë e bukur. Ishte një premtim. Një zgjedhje e ri për të rirë çdo ditë. Një e vërtet e testuar nga zjarri dhe e provuar e palëkundur. Dielli lindi plotësisht duke ndriçuar shtëpinë e vogël në laprah. Brenda saj, një familje flinte, pushonte, përgatitej për një ditë tjetër. Një familje që kishte parë humnerën dhe kishte vendosur të kthehej. Që kishte përballuar të pamundurën dhe kishte fituar. Jo sepse ishin të veçantë apo sepse kishin superfuqi, por sepse kishin njëri tjetrin. Dhe në fund, kjo ishte e vetmja mrekulli që vërtet kishte rëndësi.